Sporti shqiptar në fonoarkivën e radios nga Piro Luvina. Mirëmëngjes dëgjues të nderuar, kemi filluar pikërisht këtë të shtunë emisionin ton, pikërisht kur jemi në javën në 34 të vitit, emisioni 548 në Radio Tirana 2. Mund ta ndiqni në valën FM 95.8 MHz ose emisionin në portalin digital Spotify. Mirëmëngjes, një përshëndetje nga stafi realizues, nga teknikët pasilet unë nuk bëj dot emision. Më i miri sot është Rezar Spaiu, Reze Arti, punor në studion e transmetimit nga ana teknike, dhe pa teknik, pa gazetar nuk ka. Radio është bashkëpunimi jashtëzakonshëm teknik gazetar. Përshëndetje nga kryeredaktori Ermenita Stafa dhe editori radios Genci Meri. Po fillojmë me të ftorit tanë të zakonshëm, Amdiun Sotirin Ardiani, ku të enjtën e Gnatja dhe Dinamo luajtën ndeshjet e para të turit në Kupat e Evropës. Tashmë dihet rezultati e Gnatja dhe Dinamo barazuan. Gjithçka do të vendoset javën e ardhshme në ndeshjet e kthimit në transfer. Dje startoi sezoni futbollistik i Abisnet Superiore, me takimin e mbrëmjes në orën 21 në Loro Boriçi të Shkodrës, Vllaznia Skënderbeu tashmë dihet rezultati 2-2. Për ata që janë zgjuar dhe nuk e dinë barazim, ndeshja e startit Vllaznia Skënderbeu 2-2. Do të vazhdoj sot me takimet Partizani Teuta dhe Laçi Elbasani që do të luajnë në orën 16. Java e parë do të mbyllet nesër me 2 takimet e fundit, Dinamo Vora në orën 16 dhe Gnatja Tirana nesër në orën 21. Topin e parë nga qendra për këtë sezon e shkëlmojnë nga studio Babebir, Sajmir e Spartak Dauti në emisionin e dytë të rrëfimit për sallakën ton, për sallakën e familjes, për sallakën e kolegëve që e kanë parë. Do të dëgjoni gjëra që nuk keni dëgjuar për të, si dhe vlerësimet vinë nga Amerika, Gjermania, Portugalia, Skocia dhe nga Shqipëria. Kolegë drejtues e për herë të parë është edhe njeriu i cili ai krijoi familjen dhe do të dëgjoni zërin e saj këtu në radio. Përshëndesim të gjithë këtë javë që mbyllet nesër, ata që kanë pasur datëlindjet: Lutfi Nuri, gëzuar Lutfi; Klodeta Gjini, gëzuar Klodeta; Skënder Halili, gëzuar Skënder Halili. Është giganti që ka vetëm datëlindje. Ka datëlindje, theksova dhe në portalin tim. Pikërisht mirë ata që morën me Skënder Halilin, që e burgosën, ja morën jetën. Paç fatin e zezë të gjithë ata që janë marrë me këtë. Ai ka vetëm një datë, datën e lindjes, dhe veçanta është qerësia mbi tort. Do ta diskutojmë në veçanti. Pikërisht është fjala për Sotir Qiriaqin, që sot është një ditë më shumë se dje. Domethënë sot është një ditë më shumë se dje. Por do të lidhem se ka dhe një kujtim profesor Sallakja. Profesor, mirëmëngjes. Taku, mirëmëngjes. Dhe pa humbur kohë me Gjermanin, me vajzën që ishte vetëm 2 vjeç kur i vdiqi ati në sanatorium, në një moshë të re, 42 vjeç Skënder Halili. Belma Halili, mirëmëngjes. Mëngjes Piro, mëngjes të gjithë stafin, mëngjes të gjithë të ftuarit, përshëndes edhe profesorin që është në studio, që personalisht nuk e njoh, nuk kam dëgjuar vërtet shumë, me pseudonimin Sallakja. Përshëndes vërtet shumë. Jo, nuk e kam pseudonimin. Ashtu i thërisnin se ai që komenton do ta dëgjosh. Për sot mirë të përshëndet Belma drejt për drejt nga Gjermania. Belma, gëzuar datëlindjen e Skënder Halilit, babës tënd. Të falenderoj vërtet shumë, Piroj, që ti këto datat nuk i lënë dhe nuk të shpëtojnë pa përmendur vërtet figurat të sportit, dhe një prej tyre është Imat, dhe unë vërtet përgëzoj për punën që bën, që nuk lodhesh kurrë, dhe memorien të paharrueshme që ti çdo njeri do ta kujtosh. Imat bëri me 20 gusht plot 86 vite, po të ishte në këtë botë midis nesh. Ishte një datë që gjithmonë mua më plek disi,
dhe nuk më edhe sikur unë dua ta kaloj pak me dashuri ose me, si mund them, ndoshta edhe më dhëm pak, është e vërtet që më dhëm, dhe pse kanë kaluar shumë vite. Nuk më lojnë komentet që vërtet unë surprizohem gjithmonë që njëri kaq gjigant të përmendet mbas kaq viteve që ne nuk e kemi në mesin ton, të përmendet sikur ishte dje, sikur ka luajtur dje. Memorien e njerëzve nuk mund ta përshkruaj se çfarë kanë përshkruar. Unë sapo hap rrjetet sociale janë të paimagjinueshme komentet dhe sa më shumë vite kalojnë, unë aq më shumë mësoj nga bëmat e Timati. Atëre këtu ndalemi se do kemi emision posaçëm Belma. Profesor Sallakja, si e the ti, Sajmir Dauti, si që njohin zyrtarisht e tjera, se shkëlqeu që në fillim. Ai ka një histori me Skënder Alilin. Shikoj, dëgjoj, profesor Sallakja, ishte një moment kur Skënder Alili bëri faul, bileduti ishte penalti për ty. Po në fakt më trego pak. Kundra Dinamos Tirana në kupën e asajt. Shiko, unë kam njojtur kur kam vajtur te Tirana nga të rritë e Xhavi Demneri, e gjeta aty Skënder Alilin. Unë kam shumë gjera për të thënë, po të them të drejten, unë kur e zë në goja atë më dridhem sepse gjeta një djalë me të gjitha gjerat të mrekullueshme me karakterin, me si thua, me dëshirën për të stërvitur, për të luajtur futboll, kishte një pasion të jashtëzakonshëm. Mbi të gjitha ishte njëri shumë i mirë, i dashur, i qeshur, i respektueshëm dhe kemi shkuar jashtëzakonisht mirë me disa pak ndeta këtë Tiranë. Pra të përplasin Dinamo Tirana. Dinamo Tirana ishte lënte me Dinamon, ishte ushtar, më duket një gjë e tillë. Edhe mas ditës së diel që i shtuam gol Partizanit, i bara gol Partizanit, të mërkurën Dinamos fitum Kupën e Paqes. Qeshimi çik bomba, kur mbaroi loja bëm çik muhabet, qeshim, po nuk dish të them, ai ishte njëri që Jo, po bëri një ndërhyrje që duhet ishte me karton të kuq ose penalti, që e mbrojtën Skënder Alilin. Po, qendërmbrojtës ishte, qendërmbrojtës. Po, në futboll ndodhin shumë gjëra tash, çfarë të them. Belma, dëgjon se sa me takt profesor Sallakja do ta mbrojë atë figurë. Po edhe ai bëri një gabim, po ishte Skënder Alili dhe kaluan. Atëherë nuk ishte VAR, nuk ishte, po kartona kishte, ama mund të dilte. Ky është një kujtim i bukur që profesori ma kujton gjithë jetën. Unë profesor Sallakin e kam dëgjuar bëmat e tij dhe kam dëgjuar unë nga ana e Artur Maxhunit, e përshëndes sepse ka qenë një nxënës i tij. Besoj se emrin mund ta mbaj mend se kush është. Po. Por pak rëndësi ka kjo, dua vërtet ta përshëndes se më ka folur vërtet shumë dhe e di që ka diçka për treguar për Timat sepse kanë luajtur bashkë dhe është pak a shumë një brez me Timat dhe janë shumë pak njerëzit që Timat e njohin personalisht. Dua vërtet ta falenderoj për këtë kujtim të ëmbël që më solli pikërisht sot në mëngjes. Falteje Biro që ti nuk le. Jo, është detyra jon. Belma të falenderoj dhe gëzuar datë lindjen Skënder Alili. Falenderoj shumë. Të falenderoj. Gëzuar datë lindjen. I përjetshëm të jetë kujtimi. Të gjithë kolegët dhe të gjithë të ftuarit në studio, i përqafoj vërtet shumë. Sepse nuk është gjallë ai që jeton gjallë, se mund të jesh gjallë i harruar, i vdekur, po mund të jesh i ikur, i larguar nga kjo jetë dhe kujtohesh. Atëherë gëzuar Skënder Alili në dëgjon nga parajsa. Ne që besojmë, apo jo sotir, ortodoksët besojnë në ringjalljen e tjera, Skënder Alili ka vetëm datë lindje. Ishim drejt për drejt me Belma Alilin nga Gjermania, që sollën kujtimin e parë për Skënder Alilin. Por kush është i ftuari special Sajmir Dauti? Le të ndjekim me gojë staticianin ton nga Kavaja, Fatmire Fica. Fatmire Fica, mirëmëngjes. Fatmire Fica, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Rubina. Atëherë ju dëgjoj. Cila është skeda e profesor Sallakes e Sajmir Dautit? Pari është aty mes jush sot një personazh i shquar, shumë i shquar madje i futbollit shqiptar, i cili ka lindur më 1 janar 1943. Ai ka dashuri të vetme të jetës së tij futbollin, është marrë që herët me këtë sport
ka luajtur futboll për 15 vite nga 1960 deri në 75 lojtar, nga i cili produkti ishte goli. Futbolli luhet për golin. Heroi një ndeshje futbolli është ai që shënon golat. Dhe golat ai ka edhe me një titull të madh. Këpuca e artë e futbollit shqiptar në sezonin 66-67 me 13 gola. Dhe të dilje në kohën e Panayofanës, golshënuesi më i mirë dhe i shumë yjeve të tjerë të golit të asaj periudhe, kjo nuk ishte pak. Ky pra është personazhi që ju keni në studio, një mik i dashur i gjithë shqiptarëve të futbollit. Ai pas i la karrierën punoi edhe si trajner, kryesisht u mbështet te skuadra M Dinamo, sepse aty i ka rënjët e veta. Dinamo punoi 2 herë në 2 periudha, 77-80 dhe 81-83, ndërsa majat për të cilat vërtet karriera si trajner e Sajmir Dautit blend veçohet, është ajo ngjitje e shkëlqyer të Morit Beratit e vetmja e këtij lloji si nën kampion e Shqipërisë në sezonin 99-2000, kur dihet se si u eliminua Tomori nga një finale e shpikur e asaj periudhe dhe humbi edhe titullin kampion. E njoh mirë Skënder, e njoh mirë Sallaken edhe Po, Fatmir, ka punuar te Besa e Kavajës në javët 8 deri në 14 të sezonit 2001-2002. Në atë sezon madje Besën e drejtuan të gjithë trajnerë nga Tirana. Fatmiri Ficat, falenderoj se kam një lidhje të drejt për drejt nga vendi më i afër shqiptarëve që është Amerika dhe Kanadaja. Falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt sot. Do të vazhdojmë nesër me atë që u luajt starti dje, duhet sot dhe do përfundojmë nesër java e parë e superheroes. Falenderoj. Dhe jam kthyer në studio me profesor Sajmirin. Më përmendë pak disa nga emrat të cilët ti ke një vlerë të jashtëzakonshme. Më the Demollari, u lidhe me Demollarin, po më përmendë për shembull pak për herë të parë që unë e dëgjova për i të vërtetës Indrit Fortuzi. Indrit Fortuzi. Çfarë lidhje ke ti me Indrit Fortuzin? Po e kam pasur në ekip të rive Indrit Fortuzin, të Dinamos. Pasaj kaloj në ekipin e parë, mas ekipit të rive, dhe më vonë shkoj te 17 Ndorit. Atëherë, më fal, ne këtu i vërtetojmë gjërat, kemi atë varin radiofonik. Indrit Fortuzi, drejt për drejt nga Kanadaja, mirë mëngjes. Mirë mëngjes dhe përshëndetje. Më fal që çova nga gjumi, sa t'je ndryshon. Profesori e kam me një krenari të jashtëzakonshme. Mbas Demollarit, që është një nga hyjet, ylli i dytë te Dinamo ishte ti, megjithëse më vonë u bëre zoku i Tiranës. Faleminderit shumë për vlerësimin, po edhe për mua ka qenë një kënaqësi shumë e madhe dhe që kam punuar me profesor Sajmirin, domethënë ka qenë një nga trajnerët që mua më kanë mbështetur, që është vërtet që mua më ka çuar në ekip mbar nga ekipi të rive, dhe është një nga trajnerët që unë kam përfituar më shumë në ekipet e rive të moshave, sepse kuptohet që shumë gjëra baza e lojtarëve merret të ekipet e moshave për të formuar ai prum. Është një nga trajnerët që ka punuar më shumë me Nestor Musët, që ne vlerësojmë, unë kam vlerësuar shumë sepse jo vetëm thjesht tallonte, ishte nga trajnerët që tallonte talentet, po ishte një nga trajnerët që punonte shumë dhe me to. Edhe përshëndes dhe falenderoj shumë se ka pas një dorë të veçantë në karrierën time. Po, profesor Sallakja, drejt për drejt nga Kanadaja, po flet Indrit Fortuzi. Do t'ju një këshill si prind, se ju keni qenë edukator, ju thjesht trajner teknik që 2, 3, 4 skema dil këtu, por keni qenë edukator, një prind i dytë, mësuesi dhe trajneri kas për sportistët. Apo jo Sallakja? Ashtu është, po për Fortuzin mund të thuash shumë gjëra, po gjërat më që janë, si të thuash, evidente dhe sot edhe ke sportashit që e kanë parë në lojë Fortuzin, i ka treguar fusha. Për mua ishte një djalë i talentuar, shumë i zgjuar, i shkatët, driblues shumë i mirë, ishte intuit për golin në lëvizjet, majtas, djathtas që lunte. Dukesh që ishte një futbollist që kishte premisa për të shkuar në ekipin e parë, dhe me njëherë mbasi ke mbaruar me ekipin e trive mosha,
kaloj në ekipin e parë dhe atje u shfaq jashtëzakonisht mirë, pastaj me 17 ndorin shkëlqeu. Pastaj mori Tirana shkëlqeu. Se ishte e parë që se zakonisht Dinamo dhe Partizani merrte lojtar. Po nuk do të haroj edhe në Greqi që ka lojtur me një gol që kam parë un fantastik nga mezi fushës që i dribloi dhe shënoi. Mos gaboj, lonte me Paukun e Selanikut, Po, ja Fortus me kë ke luajtur në Greqi? Po, e kam luajtur me Iraklisin. Iraklisin, po më fal, me Iraklisin, po ke të drejtë. Po. Edhe mbaj mend atë golin i ndritë të shkëlqyer që ke bërë. Okej. Faleminderit, ka qenë një gore më të bukur. Vërtet është. Edhe ata u habitën aty dhe shokët e tu që luanje të përshëndeten e pash me Indrit, me çfarë merresh tani në Kanada? Je në rolin e gjyshit, në rolin e pensionistit, në rolin e gjërave, se duhet kujtuar e djeshme, se pa të djeshme nuk ka të sotme, pa të sotme nuk ka të nesërme. Është vërtet, unë këtu në Kanada merre pak me futbollin, po jo në mënyrë profesioniste, domethënë kam një grup kalamajsh më shumë si janë për qef, anti-stres, por tu kam një kompani time në pastrimi, pra e shkut në biznes. Nuk është në domethënë diçka kush e di çfarë e madhe, por diçka të mirë, pozitive, domethënë diçka që më ndjej veten mirë dhe mundohem për të plotësuar ato jetës time. Por njëkohësisht kam në një grup kalamajsh, domethënë që i bëj njëherë stërvitje, që i bëj 2 herë në javë thjesht për të kujtuar që ose për të mbajtur edhe pjesë kënaqësinë e futbollit. Sa për profesorin desha të përshëndes, kam amalli shumë dhe e vlerësoj sepse ka qenë, kuptohet se kur ti bëhesh futbollist, atëre shumë njerëz të bën lajka, shumë njerëz mundohen të rrinë afër, por profesorit ka qenë në fillimet e mia dhe ato njerëz kanë ditë plan fillime që të kanë ndihmuar për të ngritur nivelin e tyre. Është më të vërtet për të unë i vlerësoj dhe i mbaj mend gjithmonë sepse kanë vënë një dorë, kanë vënë një tull sistemin neve në karrierën time, domethënë në përgatitjen time. Puna që ka bërë ai me ne, sidomos e vlerësoj shumë më mend që edhe me shokët puna se si punonte ai me sulmues. Ka qenë diçka e veçantë. Dhe na bënte ne që të shënonim pothuajse në çdo pozicion, të mësonim se si të luanim me kurriz nga porta, se si ta ndjenim ku ishte porta, ta nuhasim golit. Janë gjëra që mësohen që në veçli dhe unë e vlerësoj shumë. Indrit Fortuzi dhe unë falenderoj që prishe gjumin e natës për profesorin, për ne të radios. Kënaqësi për ju. Faleminderit shumë. Përshëndes gjithë të mira dhe të uroj jetë gjatë dhe sa më lumtur. Faleminderit. Dhe zëri që sapo dëgjuat vjen drejt për drejt nga Kanadaja në emisionin ton Sporti në Arkivën e Art Radio Tiranës në FM 95.8 MHz. Emisionin mund ta ndiqni në portalin digital kur akrepet të orëshën në orën 8, 18, 33, 34 e bashkë me mua në studio nuk mund të mungoj pikërisht ai Rezart Spaiu, të cilin e falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt nga Kanadaja. Rikthehemi tek në studio pikërisht me profesor Sajmir Daudin. E përmendëm pak në emisionin e parë rrëfimin që nëna jote dhe babai që fakti fiksoni mirë. Pothuajse kanë një emër, vetëm i dalon ija nga eja, mashkulli nga femra. Qazime. Nën e bab. Lindën 3 fëmijë Sajmirin, Lilianën dhe Bardylin. Luljetën. Ndërkohë, ti u martove me Liliana Tercën dhe lindi 2 djem, Spartakun dhe Pationi. E përmendëm pak, po duhet ma zgjarosh pak. Ti e fillove futbollin tek rrugicat, siç ka filluar futbolli i madh në Brazil. Brazili i madh në atë kohë e fillonin te rrugicat, siç ka filluar futbolli i madh në Shkodër, te rrugicat, te fusha puna. Ma tërgo pak.
Qështëntorë, se sot nuk e konceptoj do të fjallë rrugicë. Po, ishte fatmirësi që kishim fushën e punës atje Kustërvitesh 17 nëntori. Në atë ko, 17 nëntori ishte që është puna e Tiranës. Një fushë ku vazhdimisht vite nga ndonjëherë Stërvitesh dhe Dinamo. Ne fillon të luanim që fëmini në moshat 8 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç në për rrugicat. Jo, më falë, të ndërpres pak, sepse jam i detyruar të pres, se më thot tani pikërisht Rezarti që kam në linjë një emër që don të hyjë në emision, ai quhet Kristaq Miço. Kristaq Miço, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Kanë kaluar kaq kohë që ke qenë në drejtimin e federatës, një emër i respektuar, pa qiaruar, dhe ne i zbulojmë këto talentet. Si që zbuluam talentin që sot është 81 vjetë, sot Sotir Qiriaqi, që është pjesë e Radio Tiranës, a i festoj tjetë 80 vjetorin, jo pa Lorin, me gjithë Lorin, sa i sa të ketë jetën Lorin e ka në zemër dhe nuk ka burno në qeq. Profesor Sajmir Dauti, Kristaq Miço. Faleminderit shumë që më bët pjesë të këtij emisioni për të folur për Sajmir Dautin. Unë e ndjej për kënaqësi të flas për një figurë si Sajmiri, sepse kemi mbaruar shkollën pas të dy në vitin 1965. Kemi qenë kolegë, shof kursi dhe e njoh mirë aktivitetin dhe veprimtarinë e Sajmir Dautit. Ai e filloi shumë shpejt futbollin që në vitin 1957 dhe i takon atij brezit të artë që përgatiti Xhavit Demneri, futbollistë të cilët u shpërndan në ekipet kryesore të kryeqytetit. Që në moshën 18 vjeç ai u aktivizua me 7 nëndorin me ekipin e të rriturve. Dhe gjatë periudhës si student, ai u aktivizua me ekipin e të rriturve Dinamos, ku u shpall edhe shënues si më i mirë, siç e kujtoi unë me 13 gola. Ai e mori emrin Sallakja. Se bunte gola me të majtë. Luante gjithmonë në krahun e majtë dhe shronte golat me këmbën e majtë. Pasi me ndërpreu atë karrierën si futbollist, që për mua e ndërpreu shumë shpejt në moshën 28 vjeçare sa kujtoj unë, kaloi si trajner i të rive të Dinamos dhe më vonë si pedagog në Institutin e Kulturës Fizike, ku përgatiste futbollistët e Shkëndijës. Më vonë këtë e mbaj mend si kryetari Federatës Futbollit që ka qenë në një periudhë që Sallakja aktivizoheshe me ekipet e futbollit. Më vonë kaloi dhe me ekipin e Beratit, të cilin e morin kategorinë e dytë dhe nxori në vend të parë, duke punuar, duke bërë një punë shëmbëllore dhe nxori kategorinë e parë. Ka punuar edhe në Burrel me sa mbaj mendun dhe më vonë shkojnë edhe në Maqedoni me ekipin e Shkëndijës të Tovës, duke nxjerrë dhe Shkëndinë e Tovës nga kategoria e dytë në kategorinë e parë. Profesor Kristaqi do të flasim gjëre. Po, do t'i detajojmë këto nëpërmjet profesorit. Si kujton ti Sallaken? Zakonisht se po u largove pak të haroj. Këta emra, duke të përfshirë edhe ty, që janë vlera, a duhet të jo të kujton, po të flasim ja për jatë, që të tiposet, që jo se dua unë, Sajmir Dauti ka qenë i madh, jo se dua unë, që drejtuesi aktual që po flet Kristaq Miço ka qenë korrekt dhe i mirë, jo se dua unë të lavdëroj një të paqen dhe ta bëj të qen, po një që ka dhënë duhet të kujtohet vazhdimisht. Ky është ai zinxhiri i futbollit shqiptar në vite, se futbolli nuk filloi dje dhe do mbaroj nesër. Futbolli ka një traditë, drejtuesat kanë një traditë. Dhe më fal profesor Kristaqi, ishte pikërisht Duka, Agron Duka, që kur u bë ministër, në ministri vuri gjithë ministrat e bujqësisë në vite, që nga krimi tjera, ishte një respekt i jashtëzakonshëm për ato vlera. Dhe jo për të thënë ky është i majt, ai duhet, ky është i djathtë, ai duhet. Jo. Historia shkruhet pastër dhe mirë. Profesor Kristaqi, po vjen dita që ne do jesh këtu në studio. Po.
Sajmiri është një kuadër i plotësuar i futbollit, i ka kaluar të gjitha ato fazat, si trajner, si kuadër, si futbollist, është deri në Coverciano është kualifikuar, i ka kaluar të gjitha këto fazat, kështu që meriton plotësisht të kujtohet aktiviteti dhe veprimtaria e tij si trajner, si futbollist, si pedagog në të gjitha drejtimet. Unë ju falenderoj që më bët pjesë. Për një fjali do ta marr një fjali. Fjalë bukrat maksimale, tjera. Po kur vjen puna tek ana materiale, nëse zbatoshin gjithë kriteret, ai shtesht një pension i zakonshëm dhe janë njerëz që nuk trumpendojnë, nuk shesin më, nuk flasin që të kujtojnë. Po puni çka ka bërë Sallaki, gol ka bërë. Po që ka bërë Kristaj Miqo, ama ka gjërë, ka drejtuar, ka firmosur, shkrese e tjera. A duhet kjo të tjetë, ne do marim një njësëm, për këto figura që kalojnë 80 vjeç, duhet kalojnë automatikisht pension posaçëm. Themi ne, që mendimi keni ju? Unë kam, po ju them që në vitin 2013, që jam miratuar për pension posaçëm në bazë vendimit të Këshillit të Ministrave, edhe ende nuk ma jep kryeministri shqiptar, Edi Rama. Okej. Kristaq Miqo, të falenderoj dhe të uroj shëndet dhe jetë. Edhe përshëndes Sajmir Daudit dhe familjen e tij. Të gjithë të mira. Faleminderit. Ishim me Kristaq Miqon. Vazhdojmë tek ajo fusha puna. Po. Aty pasaj fillon të luanin, po ajo fushë grumulloi shumë futbollistë, nxori shumë futbollistë. Unë baj mend që aty vinin me gjithse kishte hapër, kishte shtëpinë Kazanxhiu, Xuxhi, aty vite Ali Mema, aty vinin shumë futbollistë edhe nga rrethinat e Tiranës, sepse ishte nga fushat unike ku fëmijët luanin lirshëm, sepse fusha ishte zënë vetëm mbasdite me punën e Tiranës, ashtu quhesh atëherë skuadra shtatëndorit, puna e Tiranës. Dhe nga ajo fushë kanë dalë breza të shkëlqyer futbollistësh. Sotir, për këtë fushë? Do të thonë, ky ka qenë afër aty, e ka pas 100 metra shpi nga fusha, po ato që tha ky vini nga gjithë Tirana aty. Osman Mema, Biçbi Tyçi, Naim Balla, Jani Rama, të që vishim lojtarë nga gjithë, bënë servitet e Dinamo, po ajo ishte fusha puna, për arsye dhe të emrit që ishte ekipi puna e famshëm i viteve 56. Unë mendoj, tash sot u bë emisioni dytja me profesor Sallakin këtu, edhe mua më ngrof shumë dhe pavarësisht se unë kam memorie të fortë, por më ngrof shumë që ky i përmend. Njerëzit nuk e kanë idenë se çfarë rrugica, çfarë futbolli ka luajtur aty. Do të përmend që rrugica e Sallakit ka gjetë Gali Xhafa, Zon Xhafa, Luka Iqimi, ai profesori kërcimës gjatë doktori, ai Lumazniku. Ka pas shumë futbollistë aty, shumë lojtarë të mirë, fushë punës mblidhet gjithë hajkën e Tiranës. Po, faleminderit. Ndërkohë, pastaj kalove tek aneksi Dinamo dhe aty ke qenë i ri, ke luajtur edhe me një Lushnjak, s'po më kujtohet emri. Po, shikoj Lushnjak, aty ka ardhur dhe familja Lushnjak kur kam luajtur. Hyri patrokitur, ai hyr patrokitur fare, hapi derën, e shkleu radion dhe është Ilias Çeço. Ilias Çeço drejt për drejt. Atëherë fillojmë Ilias me ty. Ilias, Tita i aneksi ne ishim fëmijë me Sotirin të ndiqnim Dinamon e famshëm në stërvitjen e na duhet kishin, pastaj vinin Komaronin ndeshja dhe pristin, vetëm t'ju përshëndesnin etj. Ilias Çeço, Sajmir Dauti. Unë kam qenë me traktorin e Lushnjës fillimisht kur kemi luajtur me si më thënë kategorinë e parë. Po fillimisht dek si fëmijë që kemi qenë, një Faik Dervishi na bliste gjitha lojtarët talent të Lushnjës. Dhe tjera, ky grupi i fëmijëve gjithë berte pjesë dhe Spartakiadat në Durrës, që bëheshin në gjithë Shqipërinë. Aty kanë lindur shumë talente super talente që u bën emër. Po. Të futbollit shqiptar.
me Gjita Gjiu, Gimjaku, me Dijega, Saba Bizi, e tjerë dhe dhe ishim ne kur thoti me Spartakiadën e Pionerëve. Të gjithë këta që zura po edhe të tjerë kuptoti, lujtu pasaj me ekipet e para të qyteteve të tyre të ndryshme. Unë konkretisht kam hyrë me ekipin e traktorit Lushjes, me anë të trajnerit që erdhi Lushe, Adem Karapici. Adem Karapici që erdhi si trajner aty, në atë kohë ishte që 15 orë ai punonte për mësues fizikulturën i shkollës gjimnazit të Lushës, i Zëtetorit, dhe 5 vjetë ishte trajneri traktorit Lushës, se kështu ishte ligjuar në atë kohë. Duke Dem Karapici, duke në fiskulturën që bëtim ne të shkollës, duke parë që luadim, thret mu hajde këtu, thotu, hajde se ti duhet vishë stërvitje mazite. Unë isha i vogël 15 vjeç, duke zbëra zë, edhe kaloj koha. Unë nuk u paraqita, se i thashe to, qa thot trajneri, 15 vjeç do hyjë tash të luaj me ekipin e parë traktorit. Kur vete herë dhe dytë si fillon kisha ai orarin me dhe, pse s'erdhe ti? I thashe nuk erdha se s'mlam llaj. Më mia. Më në fund ai shkoi ke sekretari parë i partisë, Qemal Mirseli. E thotë, është një lojtar kështu që është me talent me kështu, po duke në vllaj. Sekretari parë i partisë thret vllajin, thotë, pse se ne atë djalin ta zdigjeu i shepi, se kisha thënë gjë që më ka thënë që do luaj me traktorin. E më fund mirë vete edhe futem me ekipin e parë. Tani më trego si kalove te Dinamo, Gjatë saj kohë, jo po, do vinë që ke Salakja. Gjatë saj kohë, në gjimnazin tonë ishte edhe Salakja, kishte ardhur nga Tirana, në vitin e 4, si që duket për të kaluar, se gjimnazi këte ishte i forte, erdhi në Lushe. Edhe Salakja, u fund me Salakja me traktorën e Lushës, po Salakja ishte jo vetëm i shpejt, po bët edhe refushata shumë. Edhe bëm një ekip i birë dhe në atë kohë, kuptoni, se ishim Selim Gjoci, vlezët të ndryshëm atje, vllai Roza Gjilte, bëm ekip i birë. E kështu fillon me Lushjet. Tani, vajtja ime, që ti mbjem shkurtë, se është histori e gjatë, vajtja ime me Dinamon, erojim në ndeshjet që ne bëm për Lushja me Shijako, kush që mbron në kategorinë e parë. Mirë po, në ndeshjen e parë, ne atë e rram fituam ndaj Shijako 3-1. Kur vajtëm Shijak, në Shijak u bë një rëbuje madhe, u fut popli, jo që gol, jo arbitri bëri këtë, edhe u adamu ndeshjet dhe bëm 2 ndeshje në Tiranë. Dhe që atëhere, nga kjo rëmuj që u bëm në Shijak, kuptoni, bëheshin gjithmonë ndeshjet e kualifikimit, bëheshin Tiranë. Dhe në atë kohë ne luajtëm edhe në ndeshjet që bëm pasaj me Shijakun, dhe i rratëm njëherë 3-0, njëherë 6-2, edhe që ndruam në kategori. Qeqo, si kujton Salakja? Më fal, Qeqo. Salakja, si kujton këtë? Si e more Qeqon nga Lushnja? Jo, ja, atë do të thëjmë tash. Ja, prit ta dëgjojmë një Salakja, që ta bëjmë jo monolog, po dialog. Po. Qeqo e çfaqi talentin e tij, kishim një ndeshje traktori me Dinamon. Dinamo lonte në Kupën Ballkanike dhe e drejtonte Indieri Zyber Konçi. Qeqo në atë ndeshje ishte në klasë 7, 15 vjeç. Dhe tereni ishte pak i rënduar ke fusha e gjimnazit, gati zhavor. Qeqo ishte një talent. Edhe mua më bëri përshtypje, jashtëzakonisht madhe, me mënyrën se si lëvizte, si e përdoronte topin, aty e ka parë Dinamo. Dhe kur pasaj që mbaroi dhe ikëm, Qeqo erdhi dhe në Dinamo. Okej. Qeqo po, varianti jot? Tashi, basi mbarum, basi
Rafën Shiaku dhe hym kategori parë, dhe më thëmë, unë erdi atje ishe edhe Loro Borici, erdi dhe këta të Dinamos. Dhe këta Dinamos jetaru, një kushëri im që ishe edhe ministrit bërshme, një marë mua këta, këmë të nuk vajta në shefare, unë që të kresha pasaj, më morën ata. Loro iku me ikta se iku me Dinamo, dhe kështu përfundova me Dinamo. Atëre një pyetje që ma kujtove ti. Loro Borici tashmë dje që është trajneri kombëtar shqiptare dhe ishte i koncepti që i merrte njerëzit gjatë, jo futbollistët të kështu të tjera. Dhe një nga të cilët ti nuk të kishte preferencë Loro Borici ishte se ti ishte jo i shkurtër, po jo i gjatë. Jo i gjatë. E vërtet është? E vërtet? Jo, Loro nuk ishte këtë mendim, po se kur do lunim ne që ashtu Partizani, kuptoni, do të mbinte Partizani mua. Edhe doni të mbinin të fusin ke shkolla Skënderbej, që më përpara, dhe ata i tha dhe sekretarit parë ta asaj kohë, që Mal Myrseni i tha që shiko ta marri, po ta merremi, i tha, edhe unë i them familje se gjitha dhe ishte Loro, ishte Besim Fagu dhe i general aty. Edhe më thonë mua kështu do vishme atë, i them unë nuk vi, i thashu të shoku sekretar, i thashu, ne kemi ndeshjet e kualifikimit, këta populli do thonë ja da trastoj, da bëri, da shukum, da të, se kështu më tha mua Roza Gjilë dhe Demi që mos prandoj që të vesh ke Partizani. Edhe duke bërë këtë, ashtu tha, hajde, se ky që ka i ri, tha Loro dhe ikë dhe u mbyll kjo punë. Kështu ishte... Urimi jot për Sallake, po Sallake? Po këtë... Për të kemi kohë me ty, do të kesh 2 orë në dispozicion për treguar jetën tënde me detaje. Profesor Sajmiri. Këtë rast Loro e pati dhe e bajti në veshja dhe prandaj së mirë të pasaj, se serva me Partizani. Një djalosh i cili tani nga 15 vjeç takoni tani nëpërmjet telefonit Radio Tiranës mbas 3 qerek shekulli. Çfarë do i thuaj Çeçës? Deshën e parë. Eliasin nuk u çfaq mjaft mirë në futboll, po Eliasi ishte edhe një organizator i mirë, i kemi pasur dhe shef klubi. Kur Eliasi ishte shef klubi, unë atë kohë isha trajner, po trajner profesionist, që s'kishte në Shqipëri me 3 trajner profesionist, vetëm Dinamo, kështu që ishte merita dhe Çeços që më mbajti. Kështu që janë disa gjërat që nuk harrohen. Çeço, urimi jot për Sallaken? Jeni takuar mbas 3 qerek shekulli. Po, me Sallaken ishim shok ngushtë dhe vëlla, se kur verdha me Tiranë, me Sallaken gjipsha nga Tirana, gjipsha keni tjetër. Urimi jot për Sallaken, tani? Urimi për Sallaken dhe se vëlla, darrojnë 100 vjetë vëlla, që ta kemi gjithmonë pranë. Okej. Sot mora vesh Kristaq Miço, mas kaq vitesh ka bërë një kërkesë. Kristaq Miço për një kërkesë për pension të posaçëm, i cili është harruar. Po, është i harruar. Po kështu i harruar, më fal, ti e ke pensionin posaçëm? Kush? Unë? Ju, Çeço, e keni pension? Jo, unë pensionin e posaçëm nuk e kam, po më njoftua këta të federatës, edhe më tha që shiko, do bëhet pensioni posaçëm, pa ndaj bjerë këto dokumentat e këto. Okej, pra nuk e ke. Edhe Sallakja nuk e ka. Edhe Kristaq Miço nuk e ka. I kishin qut dokumentat këta, po ta shpjegoj tash. Jo, nuk e du të shpjegosh, ka kaq dua, të falenderoj. Jo, Çeço, se mikën e emisionit si Fadil Kebi të tregoj, jo. Rëndësi ka. Okej, rëndësi ka, të falenderoj Çeço për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Pika dobët, që ka, edhe që nuk e ka, edhe Kristaq Miço nuk e ka, dhe ti nuk e ke. Aresa, pa ares nuk e di. Por që duhet rregullohet kjo punë, duhet rregullohet. Asa gjim fagu që ka vënë. Okej. Falenderoj Çeço për këtë lidhje të drejtë për drejtë në Radio Tirana 2, ku po flasim për profesor Sallaken, Sajmir Dautin. Drejt për drejtë në linjë ishte Ilias Çeço. Pak më parë ishte Kristaq Miço, Belma Lili nga Gjermania, dhe sidomos Indrit Fortuzi drejt për drejt nga Kanadaja. Vazhdoni djeni drejt për drejt këtu në Radio Tirana 2, ku po flasim për rrëfimin e dytë të profesor Sallakes. Ndërkohë profesor
i folim në emisionin e parë si futbolliste e të tjera, po më bëri përshtypje kur fillove si trajner ishe më i madh se sa lojtar, sepse solli një rici, megjithse me kopje. Pse the me kopje? Se kopjove pikërisht trajnerin tënd. Ai që priste xhama. Është fjala për Xhavid Demneri. Po, Dhe ti ishe Xhavid Demneri me shkollë. Se Xhavid Demneri ishte pa shkollë. Dhe ti sa shifshe i zbulove dhe sot ta din për falemderit që të ndrit Fortuzi sot Demollari, Agustin Kola, e me radh. Xhavid Demneri shkollë kishte jetën. Një dhe dyta ishte për të stërvitën e të rive, ishte një trajner i talentuar. Unë shikonja tek ai disa cilësi që i shikon të lojtarët, për shembull, një lojtar që kishte goditjen, ai gjithmonë në stërvitje ja jepte me kohë të zgjatur goditjen. Nëse kishte driblimin, i thoshte që të driblonte, që të perfeksionohesh sa më mirë në elementin teknik të driblimit. Për mua ishte një trajner me të rit ekzemplar që rradh vjen dhe gjithë furnizimin të 17 nëntorit punës Tiranës, gjithja ka qenë lojtar të Xhavid Demnerit, që u bën të lojtar të kontarës shqiptare. Kështu që për mua ishte një ekzemplar. Dhe gjithë trajnerët kur lën futbollin, gjithë ata që kërkon të bëhen trajner, imitojnë gjithmonë trajnerin që ka pasur për një kohë të shkurtër. Pastaj, mbasi mësojnë vetë, kalojnë në vetveten për të avancuar në procesin servitor, po gjithmonë kanë parasysh trajnerin e parë që kanë pasur. Për shembull, Xhavid Demnerin, po dhe Lymallën. Pastaj vetvetja rritet njeriu, zhvillohet edhe merr për masa tjera. Kalon tek trajnimi yt si trajner për më treguar me detaje për ata që në ndjekë tani. Për shembull të çuan në Berat e Tomori, i cili ti nuk e nxore nga kategoria dhe futen në kategori më të madhe, në që kategori e parë që superiore, por punove, i mësove, fute konceptin, që çdo gjë arrihet me punë. Ma trego pak, ç'a ndodhi, ç'a bëre ti te Berati? Hyrin kategori të parë, jo syri. Po pra, nuk e nxori ti se vajtet more mikte, mbruan, more arbitrat, more një sponsor, fjala sponsor nuk ishte, pa atëherë kishte pesorsh. Mos e shpjegojmë të 5 orë që punonje dhe për 5 orë shteti të pagunte për 8 orë, kjo dihet. Po ti bëre një mrekulli dhe kështu vazhdove me Erzenit te Berati. Po shiko, kur kam ikur në Berat, kam qenë në Institutin e Fiskulturës që jep një mësim në futbollin. Dhe aty kam pas ekipin e trive, të para trive, fituan 2 vjet titullin kampion. Shiko, në futboll ngjasin shumë gjëra, ndodhin shumë gjëra. Është dhe në qikë ajo të mira, specializme me njëri tjetrin, kupton, apo edhe shumë gjëra tjera. Mua më çuan në Berat, të jemi sinqert dhe i ndershëm, i dashur Piro, më çuan në Berat gjoja me pretekst për të futur Beratin në kategori të parë. Jo, më fal, vetëm një sekond. Kam në linjë Alit Gegën, dëshiron të futet në emision. Alit Gega, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Piro, si keni? Jemi drejt për drejt me profesor Sajmir Dautin. Ç'a të kujtua tani që morën telefon për këtë emision? Po profesor Sajmir Dauti ka qenë përmbuni nga trajnerët më të mëdhenj të Shqipërisë. Për mendimin tim, profesor Sajmir dhe profesor Barishka, edhe të tjerë kanë pas nivelet të tyre. Po profesorën unë kam pas që se kam marrë fëmijë mosha adoleshente, 15 vjeç, trajner në shkollën e mjeshtrisë sportive. Dhe i thua faleminderit gjithë jetën që ai të nxori në rrugën e bukur të futbollit, sepse futbollist do të thotë njëri i mirë, transparent, pranon humbje, pranon barazimin, pranon të tre rezultatet. Ç'a do t'i urosh profesor Sajmir Dautit sot? Profesor Sajmir t'i uroj shëndet, edhe u bot 100 vjeç, që uroj gjithë atë mirat familjarisht. Po sot iri që ti kishte ditëlindje, nuk do ja urosh ditëlindjen sot i Qiriaqit? Se sot është 81 ditë. Pra 81, hyrën në 81, ndje ishte 80 vjeç. Sot i t'i uroj edhe sot i t'i uroj shëndet,
dhe boft maraton dhe 110 vjeç. Okej, do flasim pak me të. Faleminderit. Falenderoj Alit Gega për këtë lidhje të drejtë për drejtë në Radio Tirana. Profesor, mund vazhdosh me Berat. Edhe këta instituti kërkon të Berati trajner në federatën. Dhe instituti çoi emrin tim, po jo se i preu për të nxjerrë Beratin në kategori të parë, se e para ishte atëre. Shkaku ishte tjetër dhe unë do ta them shkakun. Mbasi 2 vjet me Shkëndin, dihet gjithmonë kur ke rezultate, nxënësit si flasin mirë për pedagogun, si në shkolla dhe të gjitha, edhe dëgjonin llafe, nuk u vinte mirë që vinin zërat të mirë në drejtimin tim. Dhe çfarë bën, më dhan atë për të çuar në Berat, si thua, rrugën për të çuar në Berat. Esenca nuk ishte për të nxjerrë Beratin kategoritë parë, se nuk i hante meraku. U mblodhën dhe thanë, ky nuk duhet të qëndroj këtu në institut, sepse Iati ka hedhur tullumancën në ambasadën sovjetike, për bombën në ambasadën sovjetike. Ishte për të qeshur. Dhe një nga ata pedagogët e mrekullueshëm jo të sporteve i kundërshtoi. Pa megjithatë, më bën der që vajta. Pse më bën der? Sepse Berati kishte 7 vjeç që ndronte në kategoritë të dytë. Domethënë superiore që është atëre Aja, ishte në të dytën. Kishin qenë dhe trajnerë të tjerë. Nuk ka nevojë të ze me gojë dhe trajner kontare. Unë isha 34 vjeç kur kam marrë drejtimin e Tomorit Beratit, një qytet shumë sportashës, deshin futbollin. Dhe qatë vit Berati hyri në kategori të parë, pa kishte edhe lojtar të mirë, të talentuar. Dhe pata një indicje, mas i mbarova vitin në Berat, në vesh sikur Dinamo, dhe u ktheva në Tiranë. Mas u ktheva në Tiranë, mas një mujsh, më thiri Dinamo. Fatmirësisht i kapa në fazë përgatitore Dinamon, dhe Dinamo 2 vjetre, 77, 78 ishte në vend 4, 78, 79 në vend 5, 79, 80 dolëm kampion. Tu të ndale me pak. Qa bëret aty? Megjithëse në pamjet parë nga ana formale u bë një super skuadër me një mbrojtje ku ishte Targa, Ideliu, Marko, Çoçoli e tjerë, dhe me një sulm të llakhtashëm që nuk vjen më. Ballgjini, Zëri, Përnaska dhe ndole kampion. Por ne përmendëm në emisionin e parë, folëm për këtë, u lidh Andrea Marko e tjera. Por një emër që më bëri mua përshtypje ishte Aleko Bregu, të cilën ti e nxore nga të rinjt dhe i bëje kontingjent të formacionit të parë. Po shiko, edhe Andrea Marko, edhe Aleko Bregu dhe Bashkim Delia, kupton apo jo, ta të tre që kaluan në ekipin e parë. Kështu që unë i gjeta në ekipin e parë, të tre ata, jo se i futa unë, edhe Andrea Markon, edhe Aleko Bregon dhe Bashkim Delin. Kështu ishte. Tani kam linjë të drejt për drejt se ne themi beso dhe kontrollo. Kemi varin ton radiofonik. Jeni drejt për drejt në Radio Tirana 2 në FM 95.8 MHz ose emisioni mund ta ndiqni drejt për drejt në portalin digital Spotify. Faleminderit Rezart Spaiu, jam lidhur drejt për drejt me Aleko Bregun. Aleko Bregu, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje gjithë panelit të ndodhet aty. Profesori duke qenë modest, më shumë se sa modest, thot, jo nuk e mora unë, thot, po unë e gjeta Aleko Bregun te Dinamo. Dhe me këtë kontingjent, nga vendi 3, 4 e nxori kampion në 79 vjetën. Dhe ti ke atë kampionin e madh të Dinamos me Dinamon Aleko Brego. Raporti jot me profesor Sajmir Dautin. Kënaqësi në rast parë një që më keni ftuar në këtë emision edhe të flas edhe unë të jem pjesë e këtij emisioni për profesorin tim Sajmir Dauti, i cili për mua ngelet një ndër trajnerët më të mirë të Shqipërisë ose të suksesshëm mund ta quaj. Është ajo që është ambitor, ka njerë ne nxjerrim persona me emra të mëdhenj kështu, po mos harrojmë që dhe profesori ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për futbollin shqiptar. Unë kam kujtime të bukura me profesorin e tij, sepse profesorin më kam pasur që në moshën e 3,
Dhe atë që thot profesori që më gjeti në ekip parë, unë kam kujtime që kam dalë nga profesori, se kam marrë mësime nga profesori që në moshën me të rinj e Dinamos. Dhe një nga karakteristikat e profesorit ka qenë që pse u shifte lojtarë të talentum, lojtarë që teknikisht ishin shumë mirë, sepse edhe filozofia e tij ishte edhe e Dinamos, që duheshin lojtarë teknikisht ashtu ishte edhe loja e Dinamos, i jepte dorë dhe i mbështeste që në momentet e para. Dhe unë më mend që në kur kalova këtë rinë dhe trajneri ishte profesor Sajmiri, ai më ka marrë mi 3 vjetë më i vogël, kuptimin që unë isha në datinja 57 dhe luaja në datinja 54, 55. Dhe ai i kaste me njëherë talentin edhe direkt vënde pjesë formacionit. Bile atëherë nuk isha në rryrje asgjë, profesor Sajmiri punon dhe me pasion. Dhe faza tjetër ndodhi pastaj që profesor Sajmiri ne u bashkuam prapë në ekipin e parë, ku profesor Sajmiri ishte në trajnera që unë e njëja që në moshë të vogël, ku ai na futi dëshirën për futbollin, na futi karakterin e fortë, luftarak, shoqërinë e mirë, sepse nga profesori unë asnjëherë nuk kam dëgjuar në profesorin që të grinde zërin, po vetëm na ka motivu, na ka mbështet si të rinj, por duke pas njëja që në moshë të re dhe ai më njefte shumë mirë mua, dhe në ekip parë, kur në gjeti aty, ne me profesorin arritëm sukseset të jashtëzakonshme. Dolëm kampion, pastaj dolëm në kupën në Champions, dolëm edhe morëm me kupën e Shqipërisë, dolëm në kupën e kupave, ku kemi luajtur kundër Ajaxit, kundër Kajsas Sienës. Por karakteristike e profesorit ishte që më pëlqente përkushtimi i tij, dëshira e tij që kishte për të mbështetur. Bile nga njëherë kujtoj profesorin që bënte shumë punë. Kur e krahasoj me futbollin e sotëm që po të shkosh te stoli ti shohësh ka 7-8 që e ndihmojnë trajnerin e parë. Profesori atëherë punonte vetëm me një zonë trajner dhe ka qishte stafi, bile edhe numri i lojtarëve që kufizuam në ato. Nuk lejohesh marrja 23-24, po punoja me 18 lojtarë, edhe deri në 20, më duket se kaq u puna kot, por profesori ishte dhe si them edukator, dhe mësues, dhe prind, dhe unë edhe kujdestari hona. Mbaj mend po të kujtoj profesorit kur grumbulloheshin, profesori rinte natën, na priste ne sa ta dëgjumi, mos lejonte njerëz ne të rinj ishin kupton gjysmë profesionist, nuk ishim se futbolli ishte profesion siç është tani që merren shumë më madhe për 10 vjet i siguron jetën. Atëherë ishte pasioni më i madh se paraja. Okej. Aleko Bregu atëherë klubi Dinamo ishte te stadiumi Dinamo. Dijo, ne stërvitën në profesorin e kemi filluar kur kam qenë në 11 janari, po fusha tani nuk ekziston më. Pastaj ne na transferuan ke Alidemin, profesori më në ke Alidemin, sakrifica që ne vinim, unë kisha shpinë te Tirana e re, po jo të gjithë ishim shpërndarë në Tiranë, te zona Tirana të re që mbulohesh, nga Dinamo, po dhe Alidemi më duket se mbulohej nga Dinamo. Dhe kështu që ne atje bënë stërvitën, ishte sakrificë e madhe. Po kur grumulloheshit që flinit te stadiumi Dinamo kati dytë? Në fillim kemi qenë aty, pastaj kaluam përballë stadiumit Qemal Stafa, që sot është arena sport. Klubi. Ishte një vile kineze, kur ikën kinezët, atje rinin nga vile. Atje kishte një 3-4 dhoma dhe kishim menxë mbrapa stadiumit Qemal Stafa ku ushqeshim. Kishim aty një ambient i vogël ishte, po komod, ta kupton me zyrat atje, po për kushtimi thashë profesorit ishte që e kishim në gjithë aspektet ai bënte gjithë rolet, ndoshta edhe mjeku ne kishim të kufizuar, kishim një masazhator, pastaj na erdhi më vonë mjeku, ushtua organika pak gradualisht. Po më amen profesori, domethënë shumë gjëra i bënte vet. Tani dhe molla bie në moll, dardha në dardh. Profesori thot duhet kesh një përpara te që ta imitosh e tjera. Dhe përpara profesorit sa mirë ishte i madhi Xhavi Demneri. Ndërkohë ti nga fëmijë u rrite dhe u bëre si trajner. Vazhdon të ndjekësh në gjurmat e Sallakës, profesor Sallakës, pra këtë metodë që bënte trajneri për ty, ti ja bën fëmijëve, se jo të gjithë janë të kënaqur, sot ka ndryshuar kohë. Se gjithë prindrit duke thënë se paguajnë dhe duan që fëmija tyre të luajnë formacion, fëmija të bëhet mes Ronaldo dhe nuk pranojnë asnjë rezultat tjetër, asnjë.
Këtë metodën e trashëgimisë të ati zinxhiri që nuk duhet të këputet, se doja pika me dopët sot e futbollit, kemi këputje zinxhiri. Pra nuk thuhet ky ka qenë nxënësi i këtij dhe i ka marrë më të mirët, si tha Çeça për shembull për Adem Karapicin, që u bë trajneri i ekipit ton kombëtar, etj. Metoda jote në trajnimin e fëmijëve që ti stërvit vazhdon tjetë më i mirë se metoda e profesor Sallakës? Që unë nuk u flas për periudhën normale që gjatë jetës tënde sportive ti merr shumë nga trajnerët që kanë stërvitur. Po dhe nga profesor Sajmiri unë kam marrë shumë gjëra të bukura dhe të mira, sidomos dëshirën për punë, korreksin në stërvitje, të cilët e prezi jonë edukua nga profesorët, sepse profesori mund kujtoj që ishte i pari që vinte stërvitë dhe ishte i fonit stërvitit. Me pasionin që nga stërvitë e ne. Po kështu edhe njëtë gjë bëjmë edhe ne me fëmijët sot, por ndryshimi është i prezave që kanë lëvizur. Nuk janë ato preza që unë profesorin e shikoja si hidhull, nuk ishte më të madh se sa profesori në periudhë, kurse sot fëmijët shohin në një sy tjetër me vinë, argëtohen pastaj. Seleksionimi nuk është më natyral si ka qenë atëherë. Nëse profesori vjen të shifte te para trinë, se ku kam qenë unë ose në KL, ka pas 2-3 herë, unë mund të qenë më i zhdërvidhës dhe më i mirë në grupin, ai direkt ishte merrte me ekipin e trive. Kurse sot vjen babai me makinë, humor me kushtet optimale, rrisën fëmijën, sot e kam sjellë për çep. Dhe seleksionimi nuk është natyral. Është hajde të kursim, të marrim ato sa më shumë numrin e lojtarëve dhe brenda është ajo pagesa. Prandaj në klubet sportive duhet ketë një strategji që të mblidhen lojtarët. Do të diskutojmë gjëra gjata Aleko Bregu. Pyetja e fundit që do të them. Sikur unë do vendosja me përgjigjen tënde, për shembull, Aleko Bregu e meriton pensionin e posaçëm Sajmir Dauti? Jo varet po, jo do më thosh. Unë do të them po, e di pse po. Jo nuk do të më argumentosh. E meriton pensionin e posaçëm profesor Sallaka Sajmir Dauti? Unë them që e meriton Tani më argumenton. Me plot gojën. E di pse do ta them sepse jemi një brez që kemi kaluar në 2 periudha. Dhe në periudhën kur ndryshoi sistemi, profesor Sajmiri kanë dalë si shumë tjera dhe unë gjithashtu me një pension shumë të vogël, shumë minimal, shumë në qesharak. Atëre, gjithë ky kontributi profesorit, edhe ky përkushtim që i ka bërë duke rrezikuar, domethënë duke sakrifikuar rinin, besoj se duhet të shpërblehet në anën materiale, në anën morale. Dhe dihet që pensioni nuk trashëgohet. Pra sa të jetë gjallë, sikur 2 ditë janë një brez i jashtëzakonshëm, që ne kemi marrë një nisëm që automatikisht, duke qenë modest, edhe sikur të bëjnë dokumenta, është ajo burokracia, jo e çove atje, jo po nuk do ky, nuk do ai, etj. Kaq. Falenderoj Aleko Bregu për këtë lidhje. Çfarë do të thuash ti gjë profesor Sajmiri këtë gjë? Profesor, kënaqësi që isha pjesë në emisionit ku do flitej për ty personalisht, Blegur më tha Piro, unë isha i gatshëm të jepja mendimet e mia, por të uroj me këtë rast me që më dha një jetë të gjatë dhe shëndet dhe gjithë të mira të familje dhe suksese. Dhe ndoshta inshallah dhe plotësohet ajo dëshira për të marrë një pension që të takon. Jo, nuk është dëshira ime, dëshira e Takut, është domosdoshmëri. Normale, unë është dëshira ime. Aleko votoj për ty, profesor posaçëm. E përcaktojnë. Aleko i dashur, të falenderoj për konsideratën, po ti e meriton të gjitha, jo si sportist, po dhe si djali mrekullueshëm. Kjo më pëlqen shumë te ty, edhe ashtu ke qëndruar edhe në kohët që nuk jemi takuar bashkë. Falenderoj Aleko Bregu. Profesor, falenderoj dhe të uroj jetë gjatë dhe një herë. Të ndetë emision të marrë. Falenderoj, ishim drejt për drejt në Radio Tirana 2, kur sekonda 22-23 për të bërë pastaj ora 10. Pra jemi në orën 8, 59, 29, 30, koha ecën.
në Radio Tirana 2 në valën FM 95.8 MHz. Emisioni mund ta ndjekni edhe drejt për drejt në portalin digital Spotify. Tani vjen atë që unë e theksova që e filluam emisionin me datëlindjet, u lidhëm me Belma Halilin për datëlindjen e Skënder Halilit. Sot kishte datëlindjen këtë javë që mbyllet nesër, pikërisht Lutfi Nuri. Nga një përshëndetje për profesor Lutfi Nuri. Në shiko, për mua është një nga kontributit më të madh të futbollit që kur mori Tiranën, edhe shumë korrekt, edhe ngriti në nivele shumë të larta. Për mua është njëri shumë i mirë, edhe shumë i respektueshëm. Breziri për këtë dëgjuar, Lutfi Nuri sot është zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit. Po patjetër e përshëndesim dhe na kujton kohët e arta të Tiranës para disa viteve që shpresojmë të vinë për ripërsëritën. Me profesor Sajmirin. Këtë javë kishte ditëlindjen Klodeta Gjini, një atlete evropiane që jeton në Itali. Klodeta Gjini kishte ditëlindjen. E uron? Patjetër, edhe në qind të bëhet të ketë shëndet, lumturi e begati në familjen e saj. Taku? Urime Klodetës, emër i madh, që s'ke çfarë thua tjetër. Jo, e theksuam, Skënder Halili ka vetëm datëlindje, dhe kishte djetë datëlindjen Skënder Halili në u lidhe me vajzën që ishte 2 vjeç kur e u nda nga jeta dhe do të ishte 86 vjeç. Skënder Halili? Kam kujtime që ke Tirana, shtatë të ndori në atë kohë. Ishte djalë shumë i komunikueshëm, i qeshur gjithmonë, kur nuk dinte të bërtiste. Dhe i uron datëlindjen, na dëgjon sipër në parajs. Pikërisht i paruar do mbetet. Dhe tur për ata të cilët u morën edhe janë zinj jetën. Njeri jashtëzakonshëm ishte. Taku? Skënder Halili, kur dëgjon fusha Skënder Halili na kanë ngelur edhe pa jetuar që i vogël, na kanë ngelur, është hyn tek Panajot Pano, Loro Borici, hyn tek Slave Lambi, nuk e dim. Kalojmë tani te Sotir Qiriaqi, nga një fjali, Lutfi Nuri. Lutfi Nuri një potencial ekonomik dhe sportiv, bravo i qoftë, një djalë i mirë. Skënder Halili. Skënder Halili një fenomen ala Beckenbauer. Klodeta Gjini. Klodeta Gjini, rezultatet që pash në kampionatin evropian, kërcënin poshtë Klodeta Gjinit, 1.92, ajo ka 1.93. 1.93. Ndërkohë, për Sotir Qiriaqin që nuk e njeh. Ti njeh Sotir Lori Qiriaqi. Dje kishte ditëlindjen. Dhe më çudia ishte se më në fund kujtohen se duhet flasësh. Fëmia po nuk qau, nuk jep nën asis. Kur një nën e merrte fëmijën e vendoste darë punonte arën, e linte. Kur fëmia qandu, afrohej se duhet të pinte qumësht. Dhe ty u kujtuan dhe than, ti në vitin e ardhshëm, pra jo këtë ditëlindje që ishte dje, ti duhet bëhet maratona Sotir Qiriaqi. Leonard Peço e tjerë ta uruan këta. Natyrisht e lexova në një spare, unë dje kisha ditëlindjen së pari, ditëlindja ishte imja, dhe me qenë se unë jam i vetëm trim në luftë, po kam shumë miqë shoku do në botë, kompozova idenë se si do ta festoja në mënyrë figurative dhe pak fisnike datëlindjen time dhe bëra ato që bëj gjithmonë, e shfaqja në rrjetet të Facebookut dhe pata urime të mëdha. Një trajner, Vasil Bici, dhe shumë të tjerë, kam pas shumë urime, hodhi një ide për të bëhet një maraton me emrin tim. Kjo nuk më pickon as më ngacmon, por mirë do bëjnë, por ato e din vetë, se përpara me ka emra më të famshëm në atletikën shqiptare. Jo, e lem, ne themi Radio Tirana e heqem ato modestin. E lem aty kur hyn në radio, do të themi për realitetin. Kanë hedhur ide, ky Vasil Bici dhe shumë tjerë. Unë me të thënë drejtën nga jeta ime sportive dhe si njeri që kam jetuar në jetë, besoj se jam i plotësuar dhe ajo kryesore që është për mua dhe ndoshta edhe për profesor Sallakën, është ne atë gjithë të mund që kemi pas në to vite, duhet ta ruajmë me shumë kujdes, sepse puna e 25 vjetëve mund të ikë për 5 minuta. Unë do vazhdoj të vrapoj dhe vazhdoni vini drejt për drejt në Radio Tirana 2. Kthehemi tek Taku. Është Babe Bir në studion
Radio Tirana 2 në FM 95.8 MHz. Emisioni mund ta ndiqni në portalin digital Spotify. Sajmir Dauti, babai, Liliana Terza, mamaja, Staku, Fatjoni vllai. Çka qenë familja përveç emrit për babës tënd që kemi ftuar në studio, po ne përshtuar se media botërore flet për Ronaldon deri në detaje, deri fëmia i 10 të tjerë flatin për një tjetër. Ne nganjëherë nuk njohim njerëzit tan, të cilë kemi pasur ill. Për shembull, çfarë ka qenë nëna Liliana për ty, Taku? Që Samirin e njohim, Sallakën e njohim, po kur themu kush është gruaja e Sallakës, nuk e di. Por një fjalë një filozofit madh është që prapa çdo burri të madh dhe suksesit një burri duhet të jetë një grua që nuk ndihet në prapasken, por që ajo është baza, është shtylla e shtëpisë, domethënë. Ajo ishte shtëpia në rast se Sajmiri Sallakja prezantonte atë glamurin e atërshëm, Dinamon, glamurin, ndeshja, Partizani, çana bëre neve, shokët e mi me Partizanin me Tiranën të zemruar kur humnin. Ajo ishte mamaja që kur vinte Sajmiri në ndonjë humbje nuk flitesh në shtëpi. Nuk bëj llaf, 24 orë nuk ishte si e zymt shtëpia në rast në një humbje. Ishte komplet e zymt. Ose Sajmiri do thosh si kalove në shkollë, kaq ai bëre detyrat. Okay. Sikurse momentin ndeshjes ishte momenti që në radio do ndiqet çdo gjë në radio dhe duke gatuar gjellën çau bë, si është pjesa 2, do thoshte. Okay. Ishin të tilla situata. Reze Art, falenderoj, jam lidhur drejt për drejt me Liliana Tercën. Liliana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Piro. Mirëmëngjes studio. Mirëmëngjes ata që na dëgjojnë, sportdashtit dhe sportistët që e duan sport sa i mirë. Faleminderit. E fillojmë me një pyetje sportive. E pyeta pak Takun. Nuk e pyeta Sajmirin, Sajmiri është tani rolin e dëgjuese se kemi folur për Sajmirin, kemi folur asnjëherë për Lilianën. Ti Liliana ke qenë tifoz me Dinamon ose tifoz i burrit? Me kë shkonte burri ti ishe tifoz me Tiranën, me Partizanin, me Liverpoolin, ku diun? Ti vet Lilian, me kë ke qenë tifoz? Po, Piro, të kuptoj. Jam rritur në një familje, do me thënë midis familjeve e Tiranës, se mu në qendër të Tiranës kur i thonë, te familja Kazazi, familja Klezi, familja Karapici, rreth e rrotull, mund brapa Hotel Pezës e kam pasur shtëpi. Po. Dhe prindrit e mi, them së drejtën, babi dhe Zyca Javallës kanë qenë me Tiranën. Dhe ne jemi rritë me Tiranën. Më falë se këtu është interesante tani. Më trego pak detaje. Kur Sajmiri ishte lojtari Dinamos, Sajmiri ishte trajneri Dinamos, kur lumte Dinamo Tirana, të ishte 7 mendori. Më falë, si e zgjidhnit? Për shembull, kur fitonte Tirana, duhet bëje hallë në shtëpi? Se nuk burri. Ta shpjegoj. Kur lumte Tirana, se babi ishte tifoz i të mërshëm, kur i thu, babi tash çfarë të bënte? Se atëherë televizori ju e dini vitet 75, 76 ishin me këtë. Edhe Taku ishte i vogël, 2 vjeç, po që atëherë ishte i prirë për sportin, i dashur për sportin dhe i dishte kështu me atë kuriozitetin nga vetë. Edhe ne të gjithë, unë në karrike, mama ime, gjyshja, aty dhe Taku, ta njëri të lut me Dinamo. Edhe babi të pa. Filloi në një moment ishte Tirana, Dinamo, ishte ajo ndeshje. Edhe nuk e di, më duket se bëri një gol Tirana, e boni Dinamo në fillim. Edhe Taku gazime kuptoi, do me thënë që dhe ne duar prokitëm i qit, po edhe për plasi durët, mu shkoj mu afër televizorit, më kujtohet ky moment, ma kujtove. Edhe kur babi shkret se la me pas, unë grit dhe ta, mërtak, që të poj unë ty që jetim mesë, edhe ja plasë një pishme më sonaj. Kështu ka qenë, do me thënë, edhe lëro, si thoshte mama ime shkret, dhe lëro dhe shtrëngo. Kështu ka qenë puna. Shumë tolerant ka qenë. Se në atë kohë, për shembull, unë kam parasysh për shembull brezin e Qemal Voglit Refik Resmes, që në stadium shkonin me gratë. Edhe kam një detaj të vogël, ka qelluar ndonjëherë për shembull ky detaj ishte se ato 2 gratë
zonja në atë kohë, të Refik Resmes, Qemal Vogli tjera, po e shanin, dhe qohet njëra thot, më falë thot, po a ishtë burim? Nuk e dija tha, nuk e dija tjera. Dhe sot bota ka evoluar, sot shikon vajza që shajnë si djemë, shikon ullurimat, shikon një globalizëm që është i gjithë bota. Me gjitha të pyetja ime është direkte, për një peng që ka profesor Sallakja. Ti nuk do që profesor Sallakja të marri pensionin e posaçëm? Më pyete shumë vështirë dhe dole me jetë e kjo që unë dosha me e thënë fund. Unë kam dashur gjithmonë që Staniri të vlerësoj, jo nga ana materiale, po dhe nga ana morale, gjë që nuk i ka ndodhur Piro, nuk i ka ndodhur Stanirit. Dhe unë nga njerë kur dalin këto ndeshjet ose kur shoh njerëz ndoshta vetë sportit të mëdhej, vetë qeverisë, unë iki nga dhoma. Ku nuk e vlerësoj njeriu që është tani gjallë, në moshën 85 vjeçare të japi një satisfaksion, nuk dua të flas për këtë, domethënë, nuk e di se si më vjen. Në këtë Shqipërinë tonë, është kështu, them unë, që njerëzit i vlerësojnë mbas vdekjes. Kjo, unë ka mendimin tim, nuk më pëlqen. Pse i vlerëson ti një artist, një sportist, një mësues, etj, një gazetar, kur ai vdes në moshën 80 vjeçre, 75 vjeçre. Çfarë bën këtë? Për çfarë bën? Vjen ti bësh një homazh, për t'i dhënë një tufë me lule dhe për të dalë ke shkallët thuash 2 fjalë? Jo, unë nuk e pranoj këtë gjë dhe Staniri nuk e pranon këtë gjë. Kur ti nuk shikon gjë, ti ke vdekur mbas syt. Më duhet nga grua dhe tani më thuaj, Liliana, tani më thuaj se ke thënë asnjëherë. Ne jemi në Radio Tirana, në digital, na ndjekin gjithë bota, nuk na dëgjon njëri. Domethënë jemi në valët e Radio Tiranës. Po. Profesor Sajmiri, kur të propozoj ty, më fal, u lidhe me mbledhëri apo me dashuri? Po të them drejtën, me dashuri na lidh. Me dashuri. Tani profesor Sajmiri mori sotirin atë kohë me kitare, filloi duke rënë ato serenatave korçare, të ullë në gjumë edhe tha, Lilian, hape këtë se unë do jem burri yt derisa të kem jetën. Apo si ndodhi? Jo më Piero, ma futen në stella. Po jo, u them shumë tani tasin familjar. Në vitet 75, 76, unë isha 25, 26 vjetë, Tajmiri është 8 vjetë më i madh se unë, jemi njohur me anë të shoqërisë. Dhe kjo shoqëri kaloi një vit. Ka qenë ajo Xhiro e famshme e Tiranës, që ishte nga universiteti deri te Skënderbeu, ishte njerëzit. Po. Biles në atë Xhiro, ne na ndisën nga i herë me shoqet tona dhe mama, domethënë mama tona. Mama ne kam pas shumë të bukur dhe shumë të dashur dhe shumë domethënë përparimtare. Dhe nga njerëz vinte edhe mrapa. Ja, si po gjon taku, po gjon me vëmendje se është rrëfimi i nënës, është bashortja e Sajmir Dautit, Liliana Tersa, që po dëgjoni drejt për drejt këtu në Radio Tirana 2 në FM 95.8 MHz. Po Lilian. Edhe na shikonin domethënë, Sajmiri ishte edhe me shok të tjerë. Më kujtohet Bari Vishka e një 2 të tjerë se kush i manën, edhe dilshin dhe ato në Xhiro. Edhe kështu pastaj kjo njohje ndodhi në plazh, po jo direkt me mua. Ndodhi me shoqet e mia, se unë nuk isha shku në atë kohë në plazh, ishte shku mama ime me gjajën me këto tjera. Dhe në një moment, dikush mbytet në plazh, i kështu e nxjerri një cigocë nga plazhi. Dhe gjithë ngelen tha, ishte, qelloi mama ime tu bo plazhin. Edhe gjithë të ndej, së vishin sa t'i boshin asaj gotës, ku shkoput kësa unë e njëksa, e kisha paute, që në viste mëra pa juve. Erdi kësa dhe dërë se që i boni asaj gotës, e ngriti në këmë. E pashta shqy që që ka i quni, tha që më ka thonë dhe Lili është sportiste kështu, që ka i mirë kjo. Kjo historia dhe ma thotë më rikë, e tash dhe t'i s'ma nga tra me këta punë. Që ta nuk keti atë jem sa më të rënëse. Kështu filloi kjo njoja dhe vazhdoi gjithë jetën deri në këtë moment që po flasim. Ai çuni s'po doja dot të ishte mirë. Okej. Tani ke guximin ta thuash në radio direkt Sajmir Dautit, profesor Sallakes, e do shumë të ka mërzit
Se nga njerë thuhet kalojnë vit, për shembull, Sotiri Qiriaqi vetëm e ka idhull Lorin. Dje kishte ditëlindjen e festoj me Lorin, Lori lart në parajs, Sotiri në tokë. Ti Lilian, mund t'ja thush për shembull për Soj Samiri tani, na mërzite. Jo, apo ti thush, Samir të du shumë, ma thuj tani. Unë i them të du shumë, po nuk jam si Lori. E kuptoj ka një natyrë qik më tegër, qofte edhe me Samirin, qofte me fëmijë, dhe qofte me gjithçka. Nuk japem dot kështu si tuti. Po unë e du me fëmijë. Liliana, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Faleminderit. Me shpirt po të them. Më vat mundësinë të flas si llafeve. Faleminderit. Po për lotën tiro. Jo, po ja të gjoj tani. Po ta them kështu, je më i miri se të kemi ndjekur, përveç kësaj ke edhe një zë me lotbiosje, plotson gazetari. Plotson nga Sotiri kjo. Profesor Samiri, çfarë do t'i thosh Lilianës? Çfarë do t'i thosh? Jo, nuk është emisioni i dytë, do të jetë i tretë, i katërt, sa kem jetën. Samir Dauti, çfarë do t'i thosh Lilianës? Jo, unë e falenderoj më shumë për, e falenderoj më shumë për momentin që unë shpeshherë kam qenë dhe larg familjes, larg fëmijëve dhe larg Lilianës. Kështu që ajo ka duruar, kupton apo jo, edhe nuk më ka kundërshtuar. Kjo është një avantazh i madh, një avantazh i madh. Më tregu një detaj. Atëherë për shembull nuk ishim kaq të pasur, lavatriçe nuk ishim, rrobat i lante Liliana? Kur ishte sportist i fillimit. Po, si gjithë të tjerë tash. Do t'i thosh faleminderit për Lilianës. Ka la rrobat gjitha gratë. Jo, aq më tepër dhe rrobat sportive që ishin me balë, me gjëra. Sigurisht që është dhe merit e saj që ne shkonim të pastër në stërvitje me të gjitha. Okej. Falenderoj Liliana Terca, ishte pjesë e këtij emisioni drejt për drejt. Foli për herë të parë, por jo të fundit dhe Liliana, si gratë sportistëve tanë gjigant për cilët ne flasim, është bashkëshortja e profesor Sallakës. Falenderoj. Vazhdoni të jeni drejt për faleminderit studios dhe ata që më dëgjojnë. Faleminderit. Faleminderit edhe për te. Faleminderit që kemi këtu tani me profesor Sallakën, por vazhdojmë me Sotirin për ta përmbyllur se u ndërpren Liliana. Pikërisht propozimi për të bërë maratona e organizuar mirë, që po filloi të jetë e përvitshme maratona Sotiri Qiriaqi, që do të vazhdoj edhe mbas shumë vitesh kur ti nuk do jesh më dhe ne nuk do jemi më. Ai brezi do vi për të respektuar për atë që kemi bërë, për atë që ke bërë ti. Për të vërtetës, këto 26 vjet që unë vrapoj, kam pa disa komplimente dhe disa vlerësime nga gjithë qarqet shqiptare dhe tuaja. Është një ide Vasil Bicit për një maraton tillë, por unë nuk jam stoik, edhe nuk besoj shumë. Unë mendoj që nuk do arrijë të bëhet për arsye sepse dalim këtu të ndryj. Se je shumë stoik dhe shumë, po themi e bëra nga e tërë është një mal i tërë. Po të shohim, ndoshta njerëzit arrin mali dhe e bëjnë. Kjo nuk varet nga ty, do apo s'do. Se kur ti ke shti nuk do të pyes si njeri dhe do i bëjnë. Por nuk duhet bëhet si ata që rrof mbreti, poshtë mbreti. Këtë nuk e du. Dhe tani jam lidhur drejt për drejt me një gazetar i cili është me Konstantinën e tij në Voskopoj. Ai është Bujar Qesja. Bujar Qesja, mirë mëngjes. Bujar Qesja, mirë mëngjes. Mirë mëngjes i dashur. Dhe më falë që të shkëputa pak nga pushimi, se ti ke shku për të pushu tani, për të pushu. Po si të duk dje, për shembull, Skënderbeu Vllaznia 2-2, filloi startoi kampionati. E kam pa deri 11 natës, megjithëse mbrëmja në Voskopoj bjen në orën 9. Ora 9 në Durrës apo në Tiranë duket ka më përshtatshëm për të lëviz. Ndërsa këtu po të kapi ora 10 pa fjetur, do të jetë një çudi e madhe. Kështu që edhe pak sa i përgjumur dhe i lodhur gjatë ditës nga lëvizjet. E ndoqja deri në fund. Ishte një ndeshje interesante, ndoshta me gabime. Gjithmonë premierat nuk kanë ato që do të jenë, por bënë përshtypje një dëshirë për të luajtur, për të faqur vlerat. Të dalemi te objektivi ynë i sotëm. Te objektivi ynë i sotëm në studio kam profesor Sallakën. Një nga emrat të cilët ka lënë gjurmë.
Dhe aty ku ka gjurmë, duhet ata që do vinë të ecin në për gjurmët. Si për Sos Sallaka ecin në gjurmin e Xhavit Demnerit, ku di unë etjera. Ky gjurmë, për Sallakën po flasim sot, nga njerë ne i harojmë, bujar, i harojmë. Për shumë Durrësi është brillant, Durrësi është një qytet, edhe në sport është, ku di unë, sikur zbulohet ato çka ka deti poshtë që i zbulojnë arkeologët, kështu bën ti dhe për këtë të falenderoj. I pari mjeshtër i madh i merituar. Jo se tjerë nuk e meritojnë, po bën kaq shumë sa u ngatrua kush është mjeshtër i madh, sa tha njëri unë do të jem mjeshtër i vogël. U bën qytetar nderi sa njëri tha unë du të jem qytetar katunar nga Katuni e tjera. Unë falenderoj për atë punë që bën. Tani, që të thush për profesor Sallakën? Në momente për para se të kalojnë këtë opinionin tim, Sallaka apo Samir Daudi i mirë i shkëlqyeshëm është mbi të gjitha njeri. Ai ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm që dash të shkruajnë të tjerë, dash mos e shkruajnë, e ka shkruar vetë ky njeri jetën e vet, karrierën e vet, raportin e vet me shoqërinë. Pra Sallaka është njeri i shkëlqyer mbi të gjitha, edhe historinë e vet e ka shkruar. Ne i bëjmë derë vetës më shumë të Sallakës, po të konfirmojmë se dikur në vitet 60 apo deri në 70-ën ka luajtur një futbollist me Dinamon, ka luajtur një kapitull i veçantë i historisë të këtij klubi me emrin Samir Daudi. Po aq e fuqishme ka qenë Sallaka e Samir Daudit, sa që në vitet 60 dhe deri në vitin 2026 ka ardhur pa aq e fuqishme, pa aq konkrete, pa aq e figurshme, pa aq njerëzore sa vetë dhe karakteri i njeriu. Unë kam takuar Sallakën çuditërisht me Erdenin e Shijakut. Në karrierën unë tentova të lexoj diçka për Samirin, për të qenë më korrekt edhe më koherent për atë që do thoja sot. Po më duket se CV-ja e tij nuk është përcjellur mirë, edhe në këto Google, jo këto kërkimet, nuk shfaqet e Sallaka që ne njohim. Ishte diku ka qenë trajner në Berat sonte, por nuk vetë kapitulli i artë i Sallakës, jo vetëm si futbollist i Dinamos, por edhe ka kontribuar shumë edhe në Erzenin e viteve 2000-2001, ku ka qenë kryetar bashkie Bashkim Sejidi dhe ky një futbollist i Erzenit, ku ka drejtuar Astrid Hoxha si president, ku është bën një merkato shumë aktive dhe me këtë klub, me Farrukun e Burrelit, e me Delion e Pushkrues, edhe me Sallakën në pata një shoqëri sepse kisha gazetën time me Tauta Sport. Edhe bëja shumë i hënë, po bota përshtype një Zylliku, një Tiranë Fjamër, një njeri i shkëlqyer, një futbollist që paralel shkoi edhe me një Zyllikun e tij. Dhe unë këtu nuk harroj Sallakën, njeriu i madh, Samir Daudi. Dhe unë mund të jem shumë i përkullur dhe i privilegjuar për të folur në këtë emision që rezervon ti Piro, edhe për komplimenta për ty që vërtet e heqin sa të pakat e pluri në atë natyrën tonë, me mënyrën tonë modeste dhe humane, për këto njerëz i përcjellën një brezi i cili as se ka iden fare se një ditë prej ditësh ne do të flasim për këtë brillant futbollit shqiptar, futbollit dinamovit, historinë vete, e emri i cili është Samir Daudi. Bujar, Samiri, të lutem profesor, vuri kufjet, po i vuri kufjet dhe po të dëgjon. Tani ne sot përmendëm datëlindjet pikërisht Lutfi Nurit, Klodeta Gjinit, Skëndera Lilit, Sotir Qiriaqi. Por sot nuk ka ditëlindjen profesor Samiri. Është në tetor duke 42. Po. Mos gaboj. Po. Tani, çfarë do t'i thuash sy për sy? Fjalë për fjalë. Ai po të dëgjon. O Sallake, o miku im i vjetër, o Tiranë Fjamër, më shumë se mjalti i Boskopojës që unë marë. O njëri brillant, ti nuk ke për ti destinuar me atë çka i dhe futbollit dhe shoqërisë shqiptare të mos të harrosh, pa mështi se ti kush mund përmendi, apo ti kush ma përmendi. Unë të uroj jetë gjatë, Piro si falenderojmë që ka një mision të jashtëzakonshëm, që bën çfarë mundet ai brenda karakterit vet, natyrës vet qytetare dhe profesionale, për të ulur në atë studio, në atë karrige thjesht, që janë ulur me qindra njerëz dhe në këtë datë të 22 kushit 2026 ul këtë brillant, këtë njëri të bukur, këtë njëri të mirë,
këtë miqtimin, këtë miq të sportit shqiptar, këtë miq të qytetit të Tiranës me emrin Sajmir Daudi. Profesor Sajmiri, që do t'i thush Bujaraqeses drejt për drejt Voskopoj me Konstantinën? E para punës t'i kaloj pushimet sa më mirë të gëzueshëm, po Bujarin unë e falenderoj për atë që bën për qytetin e Durrësit, që promovon të gjithë sportista, çfarë janë të punës, doktora të gjitha. Për mua Bujari ka një pen të artë dhe unë i lexoj të gjitha ato që ai shkroni. I uroj gjithë të mirat, pushime të mbara dhe miru takofshim, inshallah takojmë ndonjëherë. Okej, Bujar. Ju përqafoj. Jo, pyetje e fundit që kam unë. Bujaraqesja, ti mendon që Sajmir Daudi të marri pensionin e posaçëm? Shiko, Piro, kjo është ana materiale. Po për mua Sajmir Jo, Daudi... të sqaroj Liliana, po unë po të pyes ty. Sajmir Daudi për mua ka marrë pensionin e posaçëm. Ka marrë dashurinë, respektin e njerëzve. Ka marrë pension më të jashtëzakonshëm. Unë uroj të marrë edhe atë, sepse edhe ana materiale, ana ekonomike ka të bëjë dhe vetë zbutin asaj jetë të vështirë që kalojmë. Por edhe në mos e marrë, kjo vati jo në vesh Perëndis kur tot populli, por Sajmir ka marrë më të rëndësishme, më të bukur, më të madhërishme. Pensionin dhe që i rezervon dashuria e popullit. Ka më pensionet të madh. E di pse se këtu në lagje për shembull unë kam një emër i cili do t'i bëj emisionin, por kam shumë vështirë se nuk pranon të vi. Është Anastas Panteqi, i cili jeton vetëm, i cili ku di unë Panteqi që do t'ishte, ku di unë, si Nën Tereza, do t'ishte Dinamo t'i bënte një monument e tjera. Nuk ka pension posaçëm, por nuk i lutet njeriu dhe mundohet aty të qerasi e tjera. Dhe them, sa pa shpirt janë këta njerëz. Dhe unë do thosha që kur largohen këta njerëz, se si të lindë dhe ikën, ama gjurma që ka lënë ky, sepse jeta është sa kënga e një zogu, po melodia e atij zogut do të vazhdoj gjatë. Ju thoni sa pa shpirt, po më them sa me shpirt janë këto njerëz. Falenderoj. Sa leksionet të mëdha japin këto njerëz. Kjo është dhe qëllimi jam. Me paprinë e tyre, me modestinë e tyre. Okej, falenderoj Bujaraqesja, i kërkoj të falur Konstantinës, sepse nuk e di është ajo Konstantina dhe Mërsina. Konstantina për shembull vllai tha e martoi larg, pastaj kur ai diq po si serdhe më vllatë e motra, mori kalin e bardhë dhe erdhi. Falenderoj Konstantinën për Radio Tiranës. E ke falë edhe nga profesor Sallakja dhe nga Taku, nga Sotiri. Falenderit, ishim drejt për drejt me Bujaraqesën e madh, shumë i madh. Profesor, vazhdon pak se ma përmendi pak Shijakun. Çka ka qenë Shijaku Erzeni, kur ti e morë në një moment që asnjë se mendoj? Shiko, Shijaku është qytet sportdash, se do futbollin shumë, ka pas dhe tradita, është qytet me tradita. Unë e mora Shijakun mbasi një punë që kishte bërë trajneri që ishte përpara me Stavrinica dhe kishte bërë një punë jashtëzakonisht të mirë që nuk duhet ta mohojmë. Edhe nëse Shijaku në play-off që u bën gjitha ndeshjet në stadium Dinamo dhe Qemal Stafa hyri në kategorinë superiore, është dhe merita e ish futbollistit dhe të Durrësit Stavrinica. Kështu që unë e falenderoj. Edhe kam zënë në gojë dhe atëherë kur doli Shijaku në kategorinë superiore. Dhe u bëj një festë e madhe në Shijak, e përmendi pak Bujari, si t'ishte çlirimi i Shijakut. E vërtetë. Sepse ishte një gjë e merituar, ishte një super. Mas 37 vjetësh hyn në kategorinë, domethënë të lartë në atë kohë. Ishte vërtet një festë e madhe. Është qytet që e do futbollin shumë, e do shumë. Ndërkohë më kujto pak që Sajmir Daudi për Sallakja nga emrat e Dinamos e tjera, një që dha fitore që quhej Eduard Abazi. Ma kujto pak të momentin? Eduard Abazin kam futur për herë të parë, ka qenë 4 dhjetor i 1983-it, e mbaj mend si sot, edhe loni me vllaznin. Eduard Abazin e futa, realizoi dhe një gol
nuk e di barazuam duke ta, nuk, se mbaj mend, po që e di që realizoi gol Eduard Abazi. Eduard Abazi u bë një futbollist shumë i mirë, po është dhe djalë i namusqar, djalë që i komunikueshëm. Është djalë me intelekt, nuk është do kudo, kupton apo jo. Kështu që mua më ka lënë përshtypje shumë të mira, jo vetëm si futbollist, po edhe si person. Okej. Reze Art, falenderoj, jam lidhur drejt për drejt me Eduard Abazi nga Portugalia. Eduard Abazi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Piro, mirëmëngjes për profesorin, me shumë mall, me shumë respekt. Mas ka i lidhësh, të ndëgjosh, ju uroj rini gjithmonë, gjithë jetën edhe gjërat më pozitive që ai mund të ketë, sepse e meriton për edukatën, kulturën, strategjitë të cilat ja dedikoi sportit shqiptar. Është e vërtetë që më dha mundësinë sepse të gjithë neve kemi dëshirë të luajmë, po 11 lojtarë luajnë dhe profesori në atë moment ashtu e mendoi edhe më zgjodhi mua për të përfaqësuar Dinamon në atë ndeshjen e parë me shumë emocione. Kishim mundësi të fitonim, po barazova unë në minutën e 67 pas një krosimi të Andrea Marcos nga krau i djathtë, nga Kashia. Patëm shumë raste, por megjithatë loja e futbollit kjo është, të jep emocione, kënaqen publikun dhe mbi të gjitha familjet tona dhe profesorin i cili ja dedikoi gjithë jetën futbollit dhe meriton çdo gjë pozitive në këtë botë. Unë personalisht jam mirënjohës përjetësisht. Për sa i përket individualitetit që mua më dha mundësinë, u shpresoj që t'ja kem kryer me sukses edhe punën. Edhe njerë një përqafim special nga unë, sepse e meriton. Ndërkohë, e filloi pak profesor Sallakja vlerësimin, ai nuk e dinte që Rezarti po lidhesh drejt për drejt me ty, me ato fjalët që dolen nga shpirti i tij. Pyetja ime është pouse apo mohuse, do e marr për ty përgjigjen pouse apo mohuse dhe pse? E meriton pensionin e posaçëm profesor Sallakja? Pa diskutim. Pse? Pa diskutim. Pse? Janë shumë faktorë, po mbi të gjitha ka tek kontribut kolosal. E imagjinoni ju që nuk ka në historinë e futbollit shqiptar një trener si profesor Sajmir Dauti që të ketë një 20 lojtarë këtë rritë që të cilët të gjithë mund të luanin në ekipin e parë. Kjo është domethënë një scouting, një seleksionim, një punë kolosale, e përditshme, e lodhshme me familjet, me djemt të cilët kërkonin me çdo kusht të dilnin futbollista dhe durimi, qetësia dhe intelektualiteti i tij. Në të gjitha këto, qoftë edhe ke shkolla mjeshtërisë, për të gjithë rangun republik, të gjitha këto e bëjnë profesorin jo të marrë pension special, po dhe gjëra tjera më të mëdha që e meriton. Unë personalisht jam pro një pensioni special, sepse jo vetëm për profesorin, po për gjithë ata që kanë kontribuar, sepse futbolli është 24 orë në ditë. Nuk është si një minator që hyn 8 orë edhe nuk e la kshiu, nuk është si një punëtor tjetër që ka zyrat e ka të gjitha kushtet, nuk mund t'i thot treneri dhe futbollisti që unë do t'i heq lojtarët se po pjeshi. Ka dhe smundjet, ka dhe stresin, ka anën psikologjike, domethënë të gjitha këto faktorë e çojnë jo ke pensioni special është minimumi që shteti mund të javi profesor Sajmir Dautin. Në rrëfimin e kaluar ne dëgjuam demollarin Agustin Kolën. Sot ndoqëm drejt për drejt nga Kanadaja i ndrit Fortuzin. Se sa me shpirt ai foli, sepse profesor Sajmiri tha më futi, tha dhe unë ja di për nder thot vet. Ndërkohë vjen një moment që thuhet, ne pyetëm edhe bashkëshorten e Lilianën sapo u ndam nga Bujar Qecia që tha e ka fituar moralisht e tjera. Mi po kur shkonte fure bukës, po spate atë 1200 lekë që staj e bukën. Edhe Liliana tha kurse këtë gjithë e ti që përveç pensionit, ky respekti duhet trashëgohet për këtë tipa si profesor Sajmir Dauti Sallakja, për profesor Anastas Panteqin, që është të lagja e tjera. Jo të kujtohen, por duhet të vlerësohen sa t'je gjallë, sepse në momenti që iki,
Dhipet njoftimi, filan në shtëpi e varimit presin kaq 2 ditë e tjera dhe harrot, siç është rasti Kreshnik Tartarit, e tjera që nuk pritin shtëpi, po ikun në Itali dhe pastaj erdhi e bia dhe bëri atë qokën e përkujtimit të emrit babait të vet. Sajmir Dauti, çfarë do t'i thuash Eduard Abazi? Nuk ta bëja të pyetën që e meriton Eduard Abazi pension e posaçëm, se Eduard Abazi nuk del pension. Të ta them unë. Nuk ka nevojë për pension. Po për mirësjellje ka. Ky dhe Rudi Batas pak i kam unë. Çfarë të themi, uroj të gjitha të mirat. Pension e posaçëm nuk e uroj. Ti uroj të gjitha të mirat, të ketë shëndet në rast të parë, kupton apo jo? Edhe futbollin ai e ndjek, unë e shikoj shpeshherë që shkruan edhe kështu, edhe më vjen mirë dhe ka një intelekt në ato që thotë, edhe më gëzon shumë fakti. Ja ta bëj një pyetje, jo që ta bëjmë tani që ta marri vesh. Dje Skënderbeu, Eduard Abazi barazoi në Shkodër 2-2. Pyetja ime është: kush del kampion? Thuaj një emër. Sezoni 2026-2027. Dinamo. Po jo më sa mirë, mos jep kopje më burr, gjithë me kopje, gjithë jetën të dhën kopje. Eduard Abazi, kush del kampion? Unë jam gjithmonë Dinamovit. Dinamovit, fiton Dinamo. Falenderoj Eduard Abazi, megjithëse bëre me kopje nga profesor Sajmiri. Okej. Falenderoj drejt për drejt. Dhe jam lidhur tani se koha nuk ecën. Profesori me një emër, një profesor që ne kishim në studio para ca kohësh, ai quhet Anastas Buneci. Anastas Buneci, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Profesor Sallakja. Po. Të dëgjoj. I herë ju përshëndes gjithë aty ku jeni. Në veçanti Sajmirin kam kohë pa e pa, po sigurisht edhe zërin që kam digju. Konsideratat e mia për Sajmirin janë shumë të larta. Jo vetëm si futbollist, ka qenë dhe atlet, apo dhe qarat atletikës, por për kontributin që ka dhënë në drejtim të përgatitë të treningut. Ai ka merita shumë, por kështu është Sajmiri. Është i kështu i hersur, nuk e kërkon atë që i takon. Unë njohin më tapër të kam pasur shkolla e futbollit, që Lora Boric që kemi shtria. Edhe aty kemi komuniku bazimisht për çështje profesionale, për problemet që na dilshin aty ke shkolla, edhe e njohsha me shumë respekt, se ishin mendime tamam të vëra që duheshin. Ai vinte me i përvoj shumë më të madhe se sa e ina, isha të lëhën me sportin. Por, e përshëndes edhe unë i uroj. Profesor, këtë pyetje retorike, do thë që e meriton profesor Sallakja Sajmir Dauti pensionin e posaçëm? Po, ai e meriton, si e meriton, jo për futbollin që ka luajt, se sa për treningun që ka bo, për përgatitjen e lojtarëve, edhe kontributin edhe rezultatet që ai ka pas. Se të tjerët, nuk është çështje xhelozie për me folë, që nuk pa për me emra. Të tjerët nuk e kanë kontributin e Sajmirit. Edhe e kanë marrë, e din ata që e japin, se si e japin. Por që të kesh një kontribut të tjerë me shumë ekipe që ka kalu, jo në Patos, jo në Shijak, jo në Berate, jo nuk e Dinamo, edhe të mos ta njëllosësh njëherë figurën tate sportive, nuk duket se i të conë kushtet sportive. E ditë më mirë ato që i venë firmën asaj pune. Profesor, falenderoj profesor Sajmiri me Anastas Bunecin. Po kam punuar në shkollë të mjeshtrisë me Anastasin, një atlet i shkëlqyeshëm, ka qenë rekordmen, edhe i komunikueshëm. Nuk ishte person i vërejtë, ishte një djali qeshur, po sigurisht edhe më ka lënë përshtypje shumë të mira. Ne që kemi dhe një nga ana me Liliane një njohje kështu si Arumun që janë Tiranës të vjetër, kupton apo jo? Shtikanoj ti nuk shtikanoj, Buneci shtikanoj. E shtikanoj. Nuk di këtë, ne Arumunët, as të tjerë nuk di, as të tjerë mundon të jetë ortodoks, po jo Arumun. Së ti nuk është Arumun, nuk shtikanoj së ti. Si ka që një fjullë. Nuk shtikanoj tani. Sëntadi, Anastas Buneci të uroj shëndetje, gjithçka të mirë,
për këtë lidhje që bëre sot në emisionin tonë. Përsëri do të dëgjohemi bashkë. Jo të kera dhe jo. Dhe le Terzeni Shiaku. Terzeni që nxorë kampion qyteti që do futbollin u bë fest e jashtëzakonshme 24 orë. Fest e madhe. E vërtet është. Fest e madhe ka Shiaku. E vërtet është. Por të ndalemi pak te një tjetër trajnim që ti bure dhe le gjurmë, Shkëndijë Tetovës. Po, ka qenë viti 1995, kur një antar i Shkëndijës vjen në Tiranë dhe kërkon një trajner. Kërkon një trajner në federat dhe ata për një herësh, sikur të donjin me thënë të drejtën, sikur të pëmpërzenin, i dhanë emrin tim. Ata personi erdhi, më takoj. Po, më falë, ta ndërpresim pak, që ta zgjasim, që të marrin vesh njerëzit çka ka ndodhur me ty, pse i dhanë emrin tënd. Se jam lidhur tani me një trajner të Shkëndijë edhe i vazhdoj në gjurmët e njerëzve të mirë, e quhet Genc Misha. Genc Misha, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Piro. Genc Misha e profesor Sallakja. Profesor Sallakja për mua është një person dhe një emër i madh i futbollit shqiptar. Për vetë kontributin që ka dhënë si futbollit të Dinamo, pa aq më shumë pastaj edhe si trajner. Po qoftë në moshat, pa aq më shumë dhe ke Shkëndija. Unë kam vajtë vonë ke Shkëndija në 93 deri në 2000, po i kam dëgjuar të gjithë dhe i kam ndjek gjithmonë rezultatet e mira dhe punën që ka bërë. Sallakja është një njeri serioz, trajner kompetent, ka një figurë të pastër morale, është qytetar shembullor në një komunikim me edukat, e të cilin e ka përcjell dhe te nxënësit dhe ke të rinjt. Unë ruaj respektin maksimal dhe natyrisht i uroj jetë të gjatë dhe lumturi në familje. Okej. Atë pyetje që bëj të gjithëve në formë retorike dhe në formë respekti etj. Jo se ne vendosim, por ne flasim shqip për ata njerëz që din shqip, por që nuk kanë jetën tonë në dorë. Nuk kanë. Është një burokraci e tjera. E meriton profesor Sallakja pensionin e posaçëm? Pero patjetër, për mua është e padiskutueshme. Okej. Profesor Sallakja Genc Misha. Me kemi punuar me Gencin në shkollë të mjeshtrisë. Gjithmonë djalë serioz, ishte punëtor i komunikueshëm. Unë ruaj vlerat më të mira për Genc Misha. Dhe ka lënë një gjurmë në rrethin e Krujës. Po e di atë, se ka punuar drejtuese e tjera. Dhe të falenderoj Genc Misha për këtë lidhje të drejtë për drejtë në emisionin tonë. Momentin kur të dhanë emrin të Shkëndija e Tetovës. Po, edhe vjen një antar i kësaj të klubit të Shkëndijës Tetovës, i dhanë emrin tim dhe masi më gjeti, i dhanë emrin tim, masi më gjeti, u takuam, biseduam, unë e miratova kërkesën e tyre dhe u nisëm për në Tetovë. Fatmirësisht e gjeta skuadën pa fillu periudhën përgatitore. Dhe mbaj mend që në periudhën përgatitore kemi bërë në Presmën e vogël në Maqedoni, në Presmën e vogël. Dhe mas aty u kthyem në qytet. Filluan ndeshjet, të them të drejtën, gjithmonë në gjithë fazën e parë Shkëndija e Tetovës ishte në krye të klasifikimit. Dhe në fund të fazës së parë, mos gaboj, po e kam lënë Shkëndijën e Tetovës, jo nuk gaboj 6 pikë përpara. Më falë, se ishte një moment kur atje ishte racizmi i jashtëzakonshëm maqedonësi me shqiptarët dhe ishte edhe pare që një skuadër shqiptare të hynte në futbollin. Realiteti është asnjë lojtar nuk ishte maqedonas në kohën që kam qenë unë. Edhe kjo mu më habiti në realitet. Kurse mua si shqiptar që erdha nuk kam pasur në një siklet as nga maqedonësit, as nga shqiptarët e Maqedonisë. Dhe të gjithë fazën e parë Shkëndija e Tetovës u dhishte gjithmonë në krye të tabelës klasifikimit, po kisha dhe lojtar shumë të mirë. Dhe jo, më fal, se tani kam një portier shumë të mirë, faleminderit Reze Art.
se kam portierin Perlat Musta në linjë. Perlat Musta, mirë mëngjes. Perlat Musta, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Perlat Musta, portieri i artë, i Brezit të artë, i cili vazhdo në gjurmët e arta, që duhet a lejmë në gjurmët e arta edhe të ky Brezi që vjen mbas nesh, gjë që nuk po ndodh. Perlat Musta për profesor Sallaken. Përshëndetje profesor. Urime dhe kam qatë flasë se ka fol puna e ti, do më thënë, i thonë një vlave ka shkruajt historinë me punë profesori. Po. Kudo ku ka qenë ke çdo ekip dhe e përmbledh me një që do më thënë me zbulimin e Suldemollarit, do të them që ja thëmë gjitha për profesor Sajmir. Sot kishim një lidhje të drejt për drejt me Kanadan, me Indrit Fortuzin. Demollari tha, javën e kaluar mendimet, vlerësimin që kishte për të, ndoqëm Agustin Kolën, që e bëri zbulim nga sulmuesi Majt, e futi mbrojtësi Majt edhe shkëlqeu kritikuan. Indrit Fortuzi që tha profesori më futi e tjera. Ky bën që gjithë kjo punë kolosale është si puna saj farës që e mbollen shtator, po du takoresh në qershor. Dhe ka ardhur ky momenti që unë të pyes. Perlat Musta e meriton pensionin e posaçëm profesor Sallaki Sajmir Dauti? Jo, nuk, për mua nuk diskutohet dhe të thash dhe njerë, puna e ti dhe profesor Sajmiri e ka vërtetuar me punë e ti që kur ka që nuk flas, sepse nuk e majmën si futbollist, po e majmën trajner, ka qenë ke Dinamo e Artë atyre viteve, 70-80, ka drejtuar nga futbollistat më të mirë të asaj periudhe të historisë futbollit shqiptar, si Treshja e famshme, për nas ka Ballqini Zëri, me lojtarë të tjerë të mëdhenj aty brenda, me Mujo Targën, me Andrea Markon, me Suldemollarin që tash është dora e profesor Sajmiri që e ka zbuluar që fëmijë, domethënë edhe as diskutohet. Po, falenderoj Perlat Musta, të falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt për profesor Sallaken Sajmir Dautin. Vazhdoni të jeni dhe po vim drejt fundit e emisionit tonë të sotëm dhe vazhdon me Sajmir në këtë përshkëndim e tetorës. Mbaroj, në realitet kjo ishte gjithë puna me shkëndim në fazën e parë, që i lash 6 pikë para dhe në fazën e dytë Shkëndia e mbylli kampionatin me 3 pikë dhe hyri në ligën e parë të Maqedonisë. Në atë kohë u bë ekip shumë i mirë, loti edhe në kupat e Evropës dhe aktualisht sot lot në kupat e Evropës, e bë ekip shumë i mirë. Ndoshta ishte një farë që mboll dhe që tani jep rezultate për arsye se janë bërë të frikshme ekipet shqiptare. Një mendim profesor Sajmiri pikërisht për Dinamon që arriti të barazoj ndeshjen kur shënoi dhe arbitrimi pak më duk shumë tendencios, arbitrimi ka shi skuadrës tonë. Nuk e di, ti Tako dhe Sotiri do i marrin mendim, po. Dinamo për mua ka arritur një nivel evropian si skuadër. Dinamo shprehet shumë mirë në fushë, si nga ana teknike, që është ana profesionale, që është e domosdoshme për të interpretuar një lojë futbolli. Dinamo lot në 2 fazat në mënyrë të shkëlqyeshme, si në mbrojtje dhe në sulm, duke ruajtur ekuilibrat midis reparteve dhe individëve brenda repartit. Është e frikshme në sulm nga krahët, gjithmonë merr krahët, centron dhe ka arritur shumë gola të shënoj. Për mua Dinamo është ekip i nivelit të lartë. Sigurisht fal punës, fal anës financiare, fal anës profesionale nga Ilir Daja dhe gjithë stafit, po patjetër, se makina pa timon jeri, pa timon nuk ecet. Po, çfarë them shqyr që e kemi këtë Dinamo, merite trajneri Daja, që në disa momente është një ansambël që gati ngjason dhe Dinamo skaluar të viteve 80-70, domethënë të jep një shpresë në disa momente. Unë jam optimist se magjia e Dajës do të na sjell kualifikimin.
Satir? Dinamo është konsolidu edhe jo shumë komplimente, por duhet ta themi që është mirë, kampionati vazhdon, kupat vazhdojnë, por është ekipi konsolidu. Se kuptova këtë jo shumë komplimente, është me thënë? Që do të thotë që është vetëm fillimi i kampionatit dhe vetëm cekja e kupave, të kupave, të çomë që do ndodhi. Okay. Por kjo është arsyemi. Egnatja do ta ketë pak më të vështirë se Dinamo, por Egnatja në të sa raste të befason në mënyrë superlative, domethënë. Shpresojmë. Faleminderit Rezar, tani kam në linjë një trajner, një futbollist i Dinamos, trajner i një ekipi i veçantë në Shqipëri, Amaro Divas. Ai ka marrë licencën në Koverçan, ai quhet Kujtim Bulgu. Kujtim Bulgu, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Piro. Për profesor Sallakin që e kam në studio, që të thuash? Po, që të thuash për profesor Sallakin? Sallaki është ai krau i majtë i Dinamos, një futbollist i shkëlqyer që radhitet nga futbollistët më të mirë, edhe e ishte shumë rezultativ. Prandaj Sallaki hanë bukë veç, i themi ne, ishe një Sallake tamam. Edhe ishte njeri u mirë, njeri i komunikushëm, njeri i dashur, që tha ishte, i ka. Kujtim Bulgu, e meriton pensionin e posaçëm profesor Sallakja? Po, unë them që e meriton, sepse ai ka qenë dhe futbollist, po ka qenë dhe trajner i mirë. Për gjithë punën që ka bërë. Me grup trajner që mund të radhitet nga trajnerët më të mirë që ka Shqipëria. Faleminderit Kujtim Bulgu dhe vazhdojmë me Egnatjen me takun. Atëherë Egnatja do ketë një fush relativisht vështirë, futbolli fizik. Se çdo gjë do përcaktohet ndeshjet e kthimit, si ndeshjet e kthimit edhe është në fushë më të vështirë se sa Dinamo. Lillestrøm është një ekip tradicional i futbollit norvegjez, ka temperamentin e futbollit anglosakson, sidomos aty anglez. Ata nuk do dorëzohen, i pam që kishin tifozlik edhe këtu, kështu që po të njëjtën mendim kam si Taku, po desha të them që ekipi norvegjez ishte më i fuqishëm se ekipi i Kipros, por unë kam një shpresë të madhe sepse të dy ekipet po të jenë me lojë intensive dhe me pasime dhe me goditje nga larg po edhe nga afër, mendoj që edhe mund të kualifikohen. Profesor Sallakja, Egnatja. Shiko, për të dyja skuadrat, futbolli është lojë edhe të papritura. Jo gjithmonë fiton në futboll ai që është i Zoti, se qëllon ti sulmon, i nxjerr jashtë, u met golat, një zbritje bën ai, bën golin dhe mbaron loja. Kështu që futbolli është lojë të papritave dhe nuk duhet ta humbim besimin, qoftë Dinamo, qoftë Egnatja. Unë them që Dinamo ditë luaj jashtë fushës më mirë se sa luan. Dhe tani bëjmë atë topin e nderit për hapjen e sezonit 2026-2027 që filloi dje në Shkodër, ku Vllaznia barazoi 2-2 me Skënderbeun. Profesor Sallakja, ky start i këtij sezoni e parashikon konkurrues? Shiko, kam bindje që Superiore këtë vit kampionati jon do të jetë diçka. Po, jam kam faleminderit Rezart, kam Mustafa Tukseferi. Mustafa Tukseferi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Pio. Për profesor Sallakën. Jashtëzakonisht shumë personalitet. I prezit ton është është e do medet e kodoj një njeri që i ka dhënë sportit shqiptar. Okej, e meriton pension e posaçëm? Po ishtë drejtues ke ekipet e Dinamos, njeri jashtëzakonisht i saktë dhe i mirë, përdom. Duhet me këto njerëz me Zoti Pirro duhet patjetër që ti japin shtetit
Faleminderit Mustafa Tukseferi dhe po vim drejt fundit të emisionit. Po Sallake. Po se e pash ndeshjen e Vllazis po me Skënderbeun më bëri përshtypje Skënderbeu. Do jetë sezon rivalizues? Më bëri patjetër dhe do të më cilësor se kampionati i kaluar. Edhe unë e pash edhe u gëzova që pash një ndeshje të bukur me nivel. Taku? Atëre të gjithë thon Dinamo, unë fus edhe Teutën. Po. Për kandidate për titull. Ndërkohë java do të vazhdoj sot me Partizani Teuta dhe Laçi Elbasani që do të luajnë në orën 16, ndeshje që transmeton edhe në emisionin ton klasik nga njëra ndeshje në tjetrën, si dhe do të përfundoj nesër me 2 takime Dinamo Vora në orën 16 dhe Egnatia Tirana në orën 21. Për Egnatia Tirana? Për Egnatia Tirana tani këtu jemi në Tiranë, kështu që shpresoj që Tirana të bëjë një figurë të mirë atje. Është fillimi i kampionatit edhe trajneri luen me llogaritë të vogla, s'ka filluar llogaritë të mëdha akoma. Edhe një barazim për çdo ekip interesant. Dëgjuesë nderoj, këtu kemi ardhur në mbyllje të emisionit. Falenderoj Reze Arts Paiu, tekniku që punon në studion e transmetimit, kryeredaktorin Ermenita Stafa, drejtorin Genci Ymeri. Dhe sot folëm pikërisht për rrëfimin e dytë të Babebir, për Sajmir Dautin Sallaken dhe Takun të Birin. Ndoqëm për herë të parë bashkëshorten Liliana Terca në një linjë telefonike, gjëra që si kishte thënë asnjëherë. Ndoqëm drejt për drejt Eduarda Bazi nga Portugalia. Ndoqëm drejt për drejt Indrit Fortuzi nga Kanadaja, si dhe Belma Lili, vajza e të madhe Skënderaj Lili drejt për drejt nga Gjermania. Ndoqëm Bujar Qesin, Ilja Qeqon, Kristaq Miqon, Genc Mishën, Aleko Bregu, Anastas Bunecin, Perlat Mustën, Kujtim Bulgun, Mustafa Tukseferi. Këtu kemi ardhur në mbyllje dhe kaq për sot. Do të dëgjohemi nesër në orën 8 deri në 10 gjithnjë në Radio Tirana 2 në FM 95.8 MHz. Emisionin mund ta ndiqni në portalin digital Spotify. Miru dëgjofshim. Faleminderit e mbar. Sporti shqiptar në fonoarkivën e radios. Cikël kushtuar njerëzve të sportit. Mbetur tashmë në arkivën e radios, por edhe në memorien e sportit dashësve. Sporti shqiptar në fonoarkivën e radios nga Piro Luvina.